Gjino, Jam Sali Berisha unë. O budallaj. rritu shpejt të kapësh kokën e fishmit, se do të hanë të tjerët. Uje, ke parti në një krim të dali vetë nga molla? S'ke parë gjë akoma dhe kjo pasi shaka. Ej, Ta bëre. buqin, nga një ditë pushimi sot më kështu, të përgjithshme. Se nuk nxore gjë sot ti. Jo, nuk bëra gjë në YouTube sot, isha relax. Shumë mirë. Shumë mirë. Qa Po bëre? përgatitesha fund. Si? Po qa bëre si për relax? Domethënë. Brova këti në për malje kështu, në për kodrat që kemi, këti aktivitet fizik, ku shikoja ca filma, ca gjera, jo që këti gjera të zakonshme. Shef seriale ti plak? Jo, me thënë tani po shikoj Rick and Morty. Nuk e din që se ke parë, është E kam parë. si E do kam parë. je. Atë e kam, ai është me vërtet shumë i bukur. Ai është vërtet i bukur domethënë. Po ideja se pak njerëz e njohin, në shfatkeqësi që në Shqipëri shumë pak e njohin domethënë. Njojnë je, I guess, nuk është se kam bërë në një. Duhet të, nuk e di, mbas se mund të bëj në një video në YouTube në një diçka të tillë, nuk e di. E kam përmendur një në një video, mbas se me vërtet nuk e njohin shumë do. Janë më shumë tek telenovela turke shqiptare, tek e Zeli. Disa personave që unë jam menduar t'ja shty me zor, domethënë kanë qenë kështu që ta trapin dhe shkojnë kukulla ne. Ku dish kukulla. Jam këto paragjykime dhe të fiksoj fare për zotin. Se shikoj një gjë të animuar, po ato janë kuklla, po jo se nuk janë kuklla. Ça di besh, hajte. Kështu ti zotëri, do nisim me sherin e tash. Do nisim me debatin më të mrekullueshëm. Shiko, kjo biseda jonë për Sali Berishën sigurisht e shkruar. Se para një 3-4 ditësh vjen futet Sali Berisha në TikTok. Edhe unë bëj një video kështu gallat, ishin ca fansa të Sali Berishës atje, menduan se unë po e shaja, e kupton? Edhe unë fillova të tallesha çik me ata kështu, po që nejse. Ideja është nëse ka ndonjë nga ata që duan ta din domethënë çfarë mendimesh ka unë edhe ti për Sali Berishën, do t'i bëjmë një analizë Sali Berishës këtë video, se për mua Sali Berisha është një nga, po jo vetëm për mua, por për të gjithë, se kjo është fakt, është nga figurat më të rëndësishme politike që ka qenë të kohëve të 30 viteve të fundit dhe i vetmi që ka arritur të mposhti komunistët deri më sot. Që është figura më e rëndësishme, jo një ndër më të rëndësishme, figura më e rëndësishme period, domethënë është fakt. Po që këtu fillon mos marrëveshja, domethënë kur ti thuaj që është i vetmi që ka mundur komunizmin, është nuk e di plak, nuk e shikoj si pikë të saktë, të them të drejtën, se nuk më duket se është pikë e saktë që Sali Berisha ka qenë i vetmi, sepse Partia Demokratike është themeluar nga shumë persona ndryshëm, të cilët shumica e kokave ose e krerëve që duhet të ishin në pozicionin që ishte Sali Berisha, nuk ose janë me të shumtit, ose s'janë gjekundi me asnjë lojë politike. Kështu që është goxha e errët e shkuara e Sali Berishës. Për sa i përket mënyrës se si ai vendosi veten e tij në krye të Partisë Demokratike etj. Tani shiko, ka diçka. Unë, pjesërisht dakord me këtë jam, se pastaj domethënë do fillojmë më shumë tek kjo pjesa, po si fillim në një parti politike, në qoftë se dikush është në krye të asaj partie dhe për shembull shumica mendojnë që ka persona të tjerë që duhet të jenë në krye, ose kjo pastaj është edhe pak deri diku punë zotësie. Dhe
që të jesh ti në krye të një partie politike, normale që duhet të kesh ato aftësitë e tua, por në rastin ton duhet ta gjykosh edhe në kontekst. Atëherë, po e marr që nga fillimi fare unë, kur u bën zgjedhjet e para demokratike në Shqipëri, në 91-shin nuk ishin me 140 mandate, po ishin me 250, ka qenë një sistem kështu atë. Dhe ato zgjedhje i ka fituar Partia Socialiste, që ishte thjesht Partia Komuniste me emër të ndryshuar, dhe ajo parti fitoi me 200 e ca vota kundër 40 e ca që kishte marrë Partia Demokratike. E kupton, në 91-shin. Pastaj, nga 91-shi deri në 92-shin u bën protesta nga Partia Demokratike, nga Sali Berisha, nga të tjerë, dhe aty për herë të parë ka fituar në 92-shin, kur ja bën zgjedhjet e para, ka fituar për herë të parë Partia Demokratike me 71 mandate, më duket diçka e tillë, po një luftë shumë e ngushtë ishte dhe u bë sistemi me 140 deputet. Këtu me 71 fitoi PD-ja. Tani mbas kësaj ndodhi ajo që ndodhi e 96-s që u morën zgjedhjet me dhunë nga Sali Berisha. Tani këtu mund të ndalojmë sepse këtu ishte hera e parë ku u njollos figura e Sali Berishës. Zgjedhjet e 96-s kanë qenë zgjedhjet më problematike në Shqipëri, ato që dhe nga bota nuk është se janë njohur shumë. Pra, ato kanë qenë problematike, nuk i kanë njohur plotësisht. Dhe aty pastaj u njollos dhe ndodhi ç'a ndodhi, domethënë që u morën me dhunë, pastaj erdhi 97-a. Kështu që këtu filloi të njollosi. Por disa pikave, domethënë kyçe plak se Sali Berisha i fillon në 91-shin pas vdekjes allegedly të Azem Hajdarit, që ishte personi që ishte numër 1, domethënë që ishte nuk ishte shanse Sali Berisha të merrte pozicionin e kryetarit Partisë Demokratike atij, e kupton? Jo, unë e vë në diskutim këtë sepse ai ishte, domethënë, ka qenë thjesht një student, më kupton, ka qenë një student, dëshirën e madhe për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë normali që e kishin, po kur vjen puna për të qenë lideri një partie, edhe vitet, edhe mosha kanë të bëjnë shumë, më kupton, dhe kur je thjesht një student i cili sapo ka filluar edhe jetën si adult, e kupton, është pak e vështirë që ti të jesh të marrësh atë lloj të marrësh drejtimin e partisë, të jesh, më kupton, sepse nuk e ke edhe eksperiencën. Kështu që ka shans, kishte shans apo ai kur vriti ishte 35 vjeç plako, nuk ishte 23 vjeç në 91-shin. Ai ishte ish student, e kupton? Kur ka vdekur ka qenë 35 vjeç Azem Hajdari, nuk ka qenë student. Okej, dia se më domethënë ishte pjesë e lëvizjes studentore dhe ishte i ri. Po nuk e di pastaj, po gjithsesi lëvizjes studentore ishin të gjithë ata, edhe Saliu edhe ai, çfarë ka ai? Jo, okej, kuptoj, edhe Gramos po gjithsesi tjetër se të dy këta bashkë edhe Avdyl Matoshi, domethënë edhe asnjë nga këto figura nuk janë as sekondit tash, e kupton? E kuptoj, po ideja që ndron këtu që ajo atë si event ne nuk dim, nuk mundet që ta diskutojmë dot, domethënë dhe nuk është se ka fakte që të dihet. Unë kam parë disa dokumentar, jam përpjekur të marr informacione, po unë nuk i ve dot fajin ose nuk ja drejtoj gishtin dikujt që të them që e kishte fajin ky ose e kishte fajin ai, apo ishte pa kujdesi, apo çfarë ishte. Më kupton, është fatkeqësi që ndodhi, po nuk mundet ja ve dot fajin drejt për drejt dikujt për atë. Për atë event që ndodhi. Normalisht për atë ke drejtë, domethënë se të njëjtat gjëra që ke parë ti, të njëjtat gjëra kam parë unë, po logjika ime domethënë që normalisht për gjithë që do ta dëgjojnë këtë kur të ngarkohet edhe në fundjavë, mund të jetë edhe gabim. Po unë kam një bindje domethënë që një diçka në lidhje me Sali Berishën, qoftë edhe e mirë apo edhe e keqe, është aty domethënë se vetëm fakti që ai është marrë në telefon nga Sali Berisha apo në thet thashë budalliqe të tjera nga kush është lajmëruar, pak rëndësi kanë këto, nuk është detyra jon të gjejmë domethënë. Por mënyra se si ai nuk është prononcuar edhe nuk ka dhënë llogari asnjëherë për atë punë kur ka qenë në zyrat e Partisë Demokratike, në atë natë që ajo ka ndodhur, domethënë, është diçka që tregon domethënë që ka një implikim, plus përfshirja e tij domethënë në këto si thon
në trazirat në asaj kohe që ishin në veri të Shqipërisë kur ndihmoheshin dhe kosovarët me armë, me tjerë, me tash, kur sapo fillon. Yeah. E kupton plako, është një çik nuk ka Shiko, isha mos të kishte nuk diskutohet, nuk diskutohet kjo pjesa që ka pasur, domethënë, pazare të fëlliqta e të tjerë, kjo nuk diskutohet, kjo është e vërtetë. Edhe që mund të ketë pasur ndikime të ndryshme, po te rasti fiks i tragjedisë që ndodhi, domethënë nuk është se mund t'i vet dot, sepse nuk mundet që ai të ishte gjallë dhe ne ta dim, a do ishte një kryetar i një partisë apo jo, nuk të fatkeqësisht nuk e dim dot. Po nëse do vazhdojmë më tej pastaj me historinë tek pjesa e 97-s, që shumica e njerëzve domethënë fajin e 97-s si ajetin pothuajse të gjithë Saliut. Unë jam rritur me gjyshit e mi që thoshin Saliu bëri në 97-ën ju vodi lekët shqiptarëve këtë pandej. Tani, nëse kjo do ishte e vërtet, nëse në 97-a ishte faji Sali Berishës, në 2005-ën Sali Berisha nuk fitonte dot me votat e shqiptarëve pra. Sepse është logjike thjeshtë. Në faktin e 97-s, se para fare unë do të prekja të pjesën që ai futi në burg Fatosnanën kur ishte në 94, 95, 96, nuk e mbaj mend fiks ku ishte. Sa ajo ishte ajo pjesa domethënë që Sali Berisha bëri diçka domethënë që nuk pritej asnjë nga asnjë tjetër që të burgoste kryetarin e opozitës, si ishte Fatosnana, domethënë që mori ai shumë presion nga Shtetet e Bashkuara që u lirua mbas disa kohësh. E kupton? Janë disa gjëra domethënë që ai si njeri i ka bërë dhe i ka në ndërgjegjjen e vet. Tashi, mënyra jo, nuk diskutoj. Patjetër, po ta diskutojmë me ana 97-s, pjesën që njerëzit thonë që e bëri Sali Berisha. Unë nuk mendoj se atë pjesën e bëri Sali Berisha. Thjesht Sali Berisha ishte një politikan i dështuar që nuk kishte aftësinë edhe kapacitetin politik, po dhe kapacitetin në staf, domethënë, për të parë ose për të analizuar rreziqe të tilla, që ishin skema të piramidale që ishin të shumta në numër, pavarësisht se njerëzit i vefta au iu budalliqe ça emrash, po kishte disa domethënë. Tani një regjim, ose jo një regjim, po një qeveri, le të themi, fjala me duhur. Një qeveri që nuk ka një lloj mbrojtje ndaj qytetarëve për këto skema të tillë, se janë marrë shumë lekë për shkakun, se nuk është se janë bërë investime ku dëgjon, hodhën secili nga 50 euro gjitha, njerëzit ka futur lekë të shtëpisë atje, apo ku dëgjon. Tani një lloj shteti që lejon këtë gjë, domethënë se ajo iku komplet e pa ndëshkuar, asnjëri nuk u ka, asnjëri sot e sa ditë nuk është asnjëri para ligjit, nuk ka paguar asnjëri, asnjë gjë nuk është thyer mbrapa ato, ai që i ka marrë domethënë iku, aq ishte. Edhe mbas një unë mendoj se ajo 10 lekësh ishte 10. Duhet jemi dorëheqën plako dhe të dilin vjen pak zeri keq. Skandal i madh. O bësh një sekond, të vjen pak zeri keq, nuk e di. Si e ke pozicionuar atë? Vjen zeri pak si me një kështu, e ke parasysh me një. Përballë në pod e kam unë plako. Domethënë, duket sikur vjen në një dy fish zeri në një. Më kupton? Vjen tek ndodh në një. Të vazhdojmë dhe ta them prapë çfarë ndodh. Mirë, pa shumë nëse shumë shpesh e bëjmë në mënyrë tillë që dalim edhe futemi prapë, se ma ka bërë edhe herë të tjera, po me ty asnjëherë deri tani. E provojmë edhe nëse ndodhe e provojmë bëjmë. Tani jemi te kjo që thua ti që pas pjesës së 97-s ti mendon që Sali Berisha duhet të kishte ikur përgjithmonë pas vjedhjes së lekëve, right? Po. Atëre se shqiptarët, politikanët shqiptarë do ta kishin këtë lloj morali dhe këtë lloj ndërgjegje që kur bënin një gabim të tillë të iknin të dilin nga politika, unë mendoj që ne do ishim një vend shumë i mirë, por fakti po ta marrim domethënë të flasim tamam në kontekstin shqiptar, unë mendoj që politikanët shqiptar, tani ne po dilim nga një sistem që kishim Enver Hoxhën, i cili vrau dhe masakroi shqiptar pafund. Tani nëse një politikan, për shembull si Sali Berisha,
do largoj njëre për gjithmonë nga politika, normal, edhe unë mendoj që po, duhet të largoj. Po nëse ai do largoj, atëherë ai do ja jepte pushtetin direkt atyre bive komunist, dhe ata do vazhdonin do bënin çfarë donin ata me Shqipërinë, sepse fatkeqësisht në Shqipëri nuk kishte opsione të tjera. Kishte plako, ata kundërshtoi dhe me që me le. Pjesa mënyra sepse ai nuk e bën këtë, sepse modeli që Sali Berisha ka krijuar është modeli që Rama ndjek tash, se Rama nuk ka modelin e tij këtë, se të gjithë mendojnë se Rama është i mençur vet, po Rama ka mësuar nga Saliu këtë. Saliu ka një lloj mënyre të bërit politik që i bën vetë të gjitha, domethënë, edhe i është vetë zot, vetë shkop, vetë i piketon, nuk ka pasur asnjë lloj. Është modeli që Sali Berisha ka krijuar në politik, që edhe kur doli nga politika nuk doli komplet për ndonjë deputet, edhe që tani po vjen në këtë pjesë. Edhe në qoftë se ai që në fillim do ta kishte nisur Partinë Demokratike, si Parti Demokratike ku të kishte edhe primare që atëherë, që nuk ka s'është ndonjë gjë e re, tani po del ai sigurisht gjë që është piku kur bota e ka pasur që në 70-ën. Gjithsesi muhabet tjetër. Në qoftë se ai do ishte vërtet një Parti Demokratike, atëherë nëse Sali Berisha do ishte direkt dikush tjetër që do ishte po aq i mirë dhe që do jepte po aq shumë popullit se jepte Sali Berisha. Po Sali Berisha si një ish komunist, i fotografuar me fëmijët e Enverit edhe ka qenë në të njëjtin rreth shoqërore të gjitha të tjera, normalisht do zbatonte atë lloj plani ose atë lloj modeli politik që ai njihte, që është që unë i bëj të gjitha dhe ju jeni thjesht të dërguarit e mi. E kam gabim te kjo pjesa? Shiko, ideja është këtu, atëherë më lejo që të filloj ta marr unë këtë pjesën që do them te kjo që sapo parashtrove. Është e vërtet që në atë sistem të gjitha ata persona që do donin të ishin gjallë edhe kështu normale që mund të dilnin të fotografoheshin me Enverin apo me këta ishte pjesë e asaj. Por kjo që po thua ti, ajo parti që ti po thua, mua më vjen në mendje për shembull partitë e Amerikës, për shembull Partia Republikane ose Partia Demokratike, që janë një shtet që kanë nga 300-400 vite demokraci. Dhe kjo që do thua ti do ishte më së ideale për Shqipërinë. Po fatkeqësisht ne si shqiptar nuk e kishim atë lloj eksperiencë në demokraci që të krijonim një parti aq mirë të strukturuar sa që të ikte një lider, të vinte lideri tjetër dhe puna të vazhdonte normalisht. Fatkeqësisht ne shqiptarët 45 vite atë model kishim, që është njeri dhe të gjithë ndjekin atë. Nuk mundet që mentaliteti të ndryshojë aq shpejt. Ajo që është optimale fare dhe utopike është të ditë po s'mund të ndodhë. Shiko. Ti se si i ke ndjenja ti se ishte e kape pak fare të pjesën e. Shiko. Është tjetër gjë, domethënë të detyrohesh ti lëpihesh sistemin domethënë për të mbijetuar dhe është tjetër gjë kur Sali Berisha bënte pushime me fëmijët e Enverit domethënë. Këto janë dy gjëra ndryshme, nuk quhet më mbijetesë. E kupton? Edhe ai nuk as vetë nuk e ka marrë. Po jo, shiko. Më kupto, dakord. Ka diçka tani, nëse ti e gjykon kështu Sali Berishën, ti kështu po gjykon shumicën dërmuese fare të gjithë shqiptarëve. Dhe unë, domethënë dhe gjyshrit e mi dhe të gjithë, dhe unë i gjykoj vetëm nga mëngjesi deri në darkë, po ka diçka. Unë kur jetoj në këtë Shqipëri, ku shumica dërmuese vazhdojnë të jenë me atë mentalitet komunist, unë nuk mundet që ti gjykoj dot këta kaq shumë në çdo moment, sepse në momente të caktuara mua më duhet t'i kuptoj këta, që të paktën të shikoj se si mundet që Shqipëria të bëhet një vend më i mirë, atje ku ka mundësi normale. Nuk mundet që unë gjatë gjithë kohës të them që këta bëni këtë, se kështu ndodh atje. Ti po thua të gjitha të tjerët janë komunistë, Sali Berisha mundi komunistët dhe vetë nuk ishte komuniste, kupton? Jo, Sali Berisha ka qenë pjesë e fjalës nuk më pëlqen vëlla. E kupton se ti në rregull e ke që është politikan i mirë, por që është një nga politikanët më të mirë në Shqipëri, nuk i luhet, nuk ka budalla që thotë jo, e kupton, nuk diskutohet ajo. Okej, dakor, në mënyrë shumë të thjeshtë. Unë e di deri në një fabikë e kuptoj siç e ke. Di po mbase është për ata që do ta dëgjojnë nesër pas nesër më mirë, domethënë që thuhet dy herë që kur thuaj që Sali Berisha mundi komunistët, domethënë nuk është saktë, domethënë se siç ishte ky komunizëm përpara dhe u bë demokrat, edhe ata komunistët që ky mundi ishin Parti Socialiste tashmë që u detyruan të vazhdonin në një sistem pluralist dhe të ndiqnin një të kuptoj një rrjedhje demokratike domethënë. Vazhdo.
Po, e kuptoj këtë pjesë, por atëherë që të jemi të qartë, unë jam dakord me pjesën që Faleminderit Sali Berisha është një lider autokrat. Sali Berisha është një lider autokrat. Pra, pak a shumë ai ka ndjekur sistemin që unë jam lideri dhe të tjerët. Por tani pyetja që kam unë është si mundej që në një sistem ku një populli sapo dal nga ai sistem ishte rrënjësisht në ndikimin e atij sistemi dhe duket që dhe akoma tani nuk është shplar akoma ajo. Si mundej që dikush tjetër merrti një figurë, cilën do të vinte ai në pushtet në një mënyrë kaq të pastër dhe kaq paqësore. Unë e kuptoj që Sali Berisha normale në histori ka bërë shumë gabime, por unë mendoj dhe që cila do të ishte ajo figurë, ai emër që do ishte në vendin e Sali Berishës, pra personi i parë në Shqipëri që do mposhte komunizmin, ishte i destinuar të bënte gabime, sepse përballë një sistemi që ka shkatruar Shqipërinë, është e pamundur që ti të përpiqesh të luftosh ata me armë të drejta, sepse kjo nuk ndodh asnjëherë në praktikë. Patjetër mund ta marrësh, mund t'i diskutojmë gabimet e Sali Berishës nga fillimi deri në fund. Absolutisht, unë nuk jam me Sali Berishën, mua Sali Berisha më shërben vetëm për diçka. Është i vetmi njeri që me fakte ka mposhtur komunizmin dhe ai duhet studiuar si arriti ta bënte Sali Berisha këtë, ta bëjmë ne më mirë dhe të shmangim gabimet e tij. Atë që ka Sali Berisha do bënte gjithkusht plak. E kupton? Sali Berisha Sali Berisha ishte ai Brutusi që nguli thikën e fundit që tek një Cezar që ishte xha i vdekur. E kupton? Kjo ka ndodhur me komunizmin. Atëre çdo kush që do ishte në Partinë Demokratike, atë lloj zgjidhje atë do ta fitonin sepse ishin të destinuar. Edhe më vonë ta humnin prapë zgjidhjet siç e humbën pastaj sepse normalisht partitë që fitojnë mbas komunizmit, si një të gjithë pranverën e Europës lindore mbas komunizmit që e morën përpara nesh normalisht, ndodhi fikse njëjta gjë dhe njëjta gjë ndodhi në Shqipëri. E vetmja ndryshim ka qenë në Shqipëri që Partia Demokratike akoma ekziston, se në të gjitha vendet e tjera partia që ka mundur komunizmit të shpërbër mbas kohës, sepse pasaj në qoftë se vërtet ke pluralizëm, atëherë do të thotë që do të shpërbësh dhe do të kalosh në drejtime të ndryshme të mendimit politik, social, ekonomik e budalliqe të tjera. O plako po, unë e kuptoj shumë mirë të pjesën që thua ti. Edhe prap jam me ty tek pjesa që Sali Berisha etj, kushdo që do jepte, kushdo që do ishte në atë lloj vendi që ishte ai do bënte gabime, po. Shumë gjëra nga Sali Berishës, unë nuk jam i bindur nëse janë gabime apo jo. Edhe një nga gjërat që unë nuk e lë dot pa e përmendur dhe nuk e lë dot pa e përthyr për vet, plako është thyerja e embargos me Jugosllavin, me Serbinë dhe Malnezi gjatë luftës së Kosovës, domethënë. E kupton kur gjithë Europa i kishte bërë embargo, kurse ne i çonim cistenat me naftë nga liçeni i Shkodrës, domethënë. Saliu çonte serbëve naftën që hidhej në tanqet që vrisnin kosovarët tani. Okej, këtu më vjen keq, nuk jam informuar te kjo pjesa, nuk po futem. Nuk është fair. Nuk e informuar te kjo pjesa, nuk është fair ta diskutojmë se unë mund të them gjëra që ti nuk e di. Në momentin, kështu që e lëm për një herë tjetër këtë. Jo, por ideja është nuk është se edhe domethënë nëse kjo do ishte e vërtet nuk po ashtu thjesht, po të marrësh edhe gabimet të tjera që kanë ndodhur më pas, domethënë janë goxha të larta, më kupton thjesht. Unë dua ta studioj Sali Berishën si njeri për arsyeën e vetme, domethënë që të përpiqet të dalë në Shqipëri ajo figurë tjetër që do mposhti komunizmin, por mos të bëj gabimet që ka bërë Sali Berisha. Kjo më intereson mua. Dhe po ta shikoj domethënë sepse okay, tek pjesa e 97-s që u njollos totalisht figura e Sali Berishës kishte goxha kur i mori zgjedhjet me vllunën e 97-ën. Tani këtu duhet studiuar si është e mundur që Partia Demokratike në 2005 fiton me votat e shqiptarëve dhe në 2009 prap është shumë afër fitimit të zgjedhjeve dhe merr shumicën, domethënë jo shumicën e votave, po merr 70 mandate. Pra, kjo këtu domethënë të bën që çdo shqiptar këtu duhet ta shikoj pak në vështim kritik. Për një arsye të vetme, kur ky Sali Berisha ishte kaq demon i madh, atëherë sa demona të mëdhenj kanë qenë këta të tjerët që një demon të tillë e zgjodhën prapë shqiptar.
Më kupton? Unë prandaj Shqipëria është ngushtësisht e lidhur me kontekstin i cili e rrethon dhe nuk mund të diskutosh ato utopiket. Prandaj dua të qëndroj domethënë tek faktet dhe tek këto. Në rregull, unë nuk e kuptoj thjesht domethënë se që nuk më bën shumë lidhje domethënë kjo tema domethënë me qendrimet e tua përgjithsisht domethënë se fakti që si është fituar zgjedhjet në 2005 plako nuk është në një çudi e madhe në Shqipëri domethënë se ti një vit më i vogël se mua, ne jemi identike njëjta moshë, nuk kemi asnjë lloj ndryshimi mes njëri tjetrit. Edhe në vitin 2009 ti e di shumë mirë se si janë fituar zgjedhjet domethënë. Ti e di shumë mirë se sa ka bler Fidel Ylli apo Ylli Fideli se nuk ja mbaj mend asnjëherë në Berat e gjitha të tjera për të LSI-s, ti e di shumë mirë se si vinin ne që i kemi qenë në gjimnaze, në Mut, në shkolla shtetërore domethënë, dhe vllai im që ka qenë në gjimnaze iknin merreshin me autobuza, kështu çoheshin andej në Lumas, në AU, e kupton sa herë që vinin kalamaj i xhinin nga shkolla, shpërndanin një thas me miell, shpërndanin makarona të gjitha. Çdo parti plako, çdo parti ka fituar të njëjtën gjë. Mendim shumë shiko. Jo, jam dakord këtu që në Shqipëri pothuajse në çdo palë zgjedhje ka pasur vjedhje votash, më kupton? Por ka diçka, nuk blien të gjitha votat. Më kupton? Trendin e përcakton populli. Trendin e përcakton populli. Një pjesë e votave bëhen puçi andej këtej. Po në 2005-ën, të paktën në 2005-ën, se në 2009-ën okay me ndihmën e LSI-s, po në 2005-ën Sali Berisha fitoi vetë. Pra, më kupton, ideja është këtu, ne le të flasim tër ditën për gabimet e Sali Berishës, se unë nuk kam asnjë lloj interesi politik në asnjë lloj gjë, por duhet që të flasim mirë fare dhe për gabimet e Partisë Socialiste, se janë ata të cilët votojnë apo janë ata të cilët ne jemi sot jemi mbledhur për Sali Berishën dhe ne nuk do flasim për asnjë person tjetër përveç se personave që kanë lidhje me Sali Berishën. Kur të duam për Partisë Socialiste ka mund mjaftueshëm vrerë edhe për Partisë Socialiste domethënë. Ta janë njëri me mundëse tjetri, nuk ka bani. Shumë dakord jam. Ne po diskutojmë figurën. Ne po diskutojmë figurën, figura e Sali Berishës për mendimin tim domethënë. Dy kanë qenë tre janë të këqijat më të mëdha të Shqipërisë. Më e madhja është pushtimi otoman, e dyta në radhë është Enver Hoxha dhe i treti është Sali Berisha. Sepse fakti që ne kemi një person si Edi Rama sot është Sali Berisha, sepse Sali Berisha e ka kaluar karrierën e Edi Ramës. Shiko, me atë fuqi që kishte Sali Berisha, domethënë, nuk kishte asnjë lloj shansi që një person, një individ si Rama, sado publik apo sado karizmë të dukej në për si bashkia e Tiranës edhe me ato budalliqet që ai bënte dilte kështu domethënë nuk kishte asnjëherë shanse që dikush si Rama ta merrte domethënë. Ajo ishte thjesht një lloj mënyre. Ju futi Iliri në mes atyre, pastaj një vit më vonë apo një palë zgjedhje më vonë hoqën metën për bythe fare ata pastaj që bën atë partin që në zonën partitë e vogla jashtë edhe kjo është sistemi që krijon Sali Berisha. Sepse Sali Berisha vetëm atë di, unë jam zoti Allah, e kupton? Edhe këtë ka bën edhe Edi Rama, sepse kjo është pakti midis tyre që mendoj unë, e kupton? Tani shikoj pse kam problem Sali Berishën. Sepse unë kam qenë vetë për shembull në zgjedhjet e 2009-s, na çoni me autobuza, kur vinte kërcente ka kënduar Cileta Cilaga për shembull në Lumas, tek ai shesit në Lumas filozin ata fëmijët futboll. Ose e ke mbythur në mirë, edhe mbas asaj e ka folur Sali Berisha për 10 minuta dhe iku, pastaj se do vinë në vend tjetër. E kupton? Kështu e ka fituar, domethënë, këto janë hilaritete, domethënë që unë po të kisha të njëjtin kapacitet dhe dëshirë që ke ti për youtuber, vetëm to budalliqet që kemi kaluar atëherë në përfushata të tregoj domethënë ikën njerëzit akoma, po kam harruar ti dal dhe nga kjo FRSH-ja çfarë quhet, se më duket se kam emrin atje akoma. Gjithsesi, këta plako unë kam persona të implikuar në familje që kanë qenë që kanë punuar me Partinë Demokratike dhe normalisht nuk do t'i përmend se s'është mirë, por në përfshatra vllai, edhe në fshatra të afërt të Beratit, që unë prapë nuk do t'i përmend se nuk është mirë, bëhej me listë, domethënë, vije filan Fistëku me kartona, domethënë, edhe i thes mirë. Kartona kishin kështu budalliqe, nuk e makarona, oriz, auji, budalliqe, se njerëzit ka qenë ster fare në atë kohë, e kupton?
Po. Edhe të njëjtin modele, di kush e ka ndjekur? Edi Rama. Dy njerëz janë që kanë. Ja, se do të ndërprisja. Te këto zgjedhjet që u bën tani këtu në Berat u kapën ca fugona me pako me kutime ndihmë ashtu, edhe di çfarë thanë po shpërndajnë ndihma për nuk e di për për të verbrit, nuk e di se çfarë ishte një për fëmijët në ndihmë. Ja vun emrin direkt vllai, kupton, është një rast. Nuk ka gjë që njerëzit nuk e dinë gjë. Problemi me këtë tipat është se Shiko çfarë është më e keqja e gjithave këtyre. Sepse Saliu ka bërë shumë këtë vet, edhe Saliu është i fundit të rob që duhet të ankohet për këtë edhe me gjithë pinjollët e tij. Është ai fjalimi i famshëm i Sohol Oldashit, ku e kemë është një fjalim ta muaj përpara se të vitit ai që thotë se e filluat ju të parët të blinit votat edhe pastaj na pëlqeu dhe ne implementuam atë si formë dhe filluam dhe ne, por si juve të vidhni vota dhe duhet të bëjmë diçka mbas saj. Disa muaj më vonë në një mënyrë që nuk e kuptoi asnjëri që Zoti vendosi që Mercedesi aty duhet të përplasej se allegedly Zoti nuk e donte më, e kupton? Unë i kam vërtet e merak edhe nuk dua të shprehem shumë për këto, po opinioni publik që ndron, domethënë, sepse nëse do kishte një individ që vërtet i kishte tamam bole, domethënë, edhe që mund të bënte diçka, edhe që kishte dalë drejt për drejt pa pasur asnjë lloj posti, jo më të kishte poste, edhe ishte i vetmi person që haj dhëm për dhëm edhe në komisione të ndryshme me Ramën, domethënë, që qysh i flet Rama gazetarëve sot, domethënë, i fliste Sohor Oldashi Ramës në ato atëre, është Sohor Oldashi. Sohor Oldashi sot është me shumtit, e kupton? Edhe pse? Sepse doli jashtë sistemit, doli jashtë establishment. Establishment të krijuar nga Sali Berisha, ishte personi që ishte shumë i vështirë që kontrollohej nga Sali Berisha. Por normalisht rruga e shkurtër të del për gjatë. Sali Berisha mundoi se do të kontrollonte Lulin. Luli ja futi pasaj mbrapa kraut e Sali Berisha tash i bie murit me kokë sepse stash unë Sohor Oldashin do ishim mirë. Kështu që e kupton? E kuptoj, po ta kthejmë domethënë një sekond këtë tek Sali Berisha si figurë domethënë. Në këtë pikë që është tani domethënë Sali Berisha e la, si thon, 8 vite atë partinë. Nuk po them që jo s'ka pasur influencë fare, jo e la, por ja la një kryetari tjetër i cili nëse do ishte me të vërtet një lider i aftë, do arrinte të krijonte struktura, do arrinte të krijonte influencë, të merrte partinë, të bënte luftrat e tija dhe të përpiqej që në mos të fitonte në një palëzire, për të paktën të bënte rezistencë tamam të fortë. Doli që ai dështoi tmerrsisht shumë. Dhe doli jemi në këtë pikë pastaj që u desh që të rikthej Sali Berisha nga vari, domethënë, sepse ky rikthimi i Sali Berishës tani në fund ishte me të vërtetë rikthimi i tij nga vari, se ai nuk është se kishte ndonjë domethënë, për mua unë jam 1.000.000% i bindur që Sali Berisha nuk është se ka çaj jetë më politikës shqiptare, përveç se mund të bëj domethënë një lloj betejë ose lufte të fundit me Edi Ramën. Nuk ka çaj jep me ai, domethënë gjë të re nuk mund t'i japi dot. Nuk ka risi çfarë sjell në politikë. Po tani un pyes veten, gjithë kjo Shqipëri, gjithë kjo klasë politike, si nuk pati një forcë tjetër ose një kryetar, një lider tjetër nga demokratët që të dilnin të bënin rezistencë dhe të fitonin. Nuk mundej asnjëri domethënë ta bënte dhe ta merrte drejtimin e asaj partie. Ose nëse ajo si parti, një sekondë ta mbaroj këtë. Ose nëse ajo si parti nuk kishte më vlera, atëherë dikush duhet të shkëputej nga ajo dhe të krijonte partinë e tij dhe të arrinte të përpiqej të merrte audiencën. Shiko ku është pak problematika, domethënë që edhe unë do mundohem gjithmonë ta mbaj Sali Berisha me që kemi si temë sot që mos ta na shkalojmë shumë. Problemi është domethënë se si Sali Berisha me që i fitoi, ashtu si fitoi, e mbyllim këtë temë se si fitoi se e dim se si fitohen zgjedhjet në Shqipëri. E mbyllim temën se si fituan zgjedhjet 2005-2009. Tani i mori se si i mori, nëse do ishte një politikan i mirë vërtet, domethënë siç e bën shumica e militantëve, Sali Berisha do ishte siguruar që do përdor një mjet të keq për një qëllim të mirë, që do të thotë që edhe në qoftë se
allegedly i vodhi vota, domethënë, unë tani do e përdor këtë lloj pushteti që ka marrë për të krijuar një sistem të shëndetshëm për nesër, që Sali Berisha asnjëherë nuk e bëri, sepse Sali Berisha asnjëherë nuk ka qenë fan si ndarjes së pushtetit. Periudha më e keqe e Sali Berishës ka qenë mandati pas fitores së vitit 2009, kur u detyrua të ndante pushtetin me Ilir Metën. E kupton? Sali Berisha asnjëherë nuk e ka pëlqyer kjo gjë. Sali Berisha ishte ai që e vendosi, e kam do më zgjasin çik kjo që të them tash, më lë pak lutem. Tani Sali Berisha krijoi një lloj sistemi të tillë në Partinë Demokratike, por edhe për partitë e tjera politike në Shqipëri që nuk ke shans të mundësh Sali Berishën ose të futesh thellë në garë me Sali Berishën, nëse nuk ndjet në një mënyrë të njëjtin model që Sali Berisha ka krijuar. Ky modeli i cili është një person, një parti, domethënë. Edhe normalisht kur ja kaloi këtij lyfit ai që erdhi që s'ishte për asnjë gjë, se ky nuk ka asnjë gjë, buri dhe o tani. E kupton, ai nuk ka asnjë lloj gjëje që mund të që të bëhet. Po këtu vjen, okay, po pse nuk i mori ai ato gjërat valla? Pse nuk mori? Ai në fund i doli kundra Saliut valla. Ata dolnin ta përzinin Sali Berishën nga PD-ja. E bën luftën ata. Dolin që Sali Berisha kishte pëlqimin e popullit. Do vim atje. Na lë ti trajtojmë çik gjërat kronologjikisht. Tani, kur ti ke ndërtuar një parti aq të vdekur, domethënë ku ekziston vetëm një person dhe asnjë tjetër, personi i cili është kryetari i partisë, domethënë normalisht kur vjen një lyf si Lulzim Basha, shikoj se Lulzim Basha, shumë njerëz thonë që Lulzim Basha nuk ka qenë i suksesshëm. Kjo është shumë gabim. Lulzim Basha ka qenë jashtëzakonisht shumë i suksesshëm, por Lulzim Basha nuk e ka pasur sukses apo qëllim apo dëshirë popullin edhe mirësinë e Shqipërisë. Se po ti vësh re ti Baxhanaku i Lulzim Bashës edhe të gjithë sa ka rreth e qark Lulzim Basha, kanë pasur të gjithë tendera të super mime, duke u futur dhe unazën e re, duke u futur dhe ato të Astirit e të gjitha të tjera që i kanë marrë këta të Lulzim Bashës, tendera të dhënë nga qeveria e Ramës. Lulzim Basha ka qenë gjatë gjithë kohës ortak. Ata bënin gjithë ato vite bënin të njëjtin sistem që bënin Kunati, më fali apo më korrigjoj njëri, Kunati i Lulzim Bashës i ka marrë ato tendera. Edhe ata bënin të njëjtin sistem që bëri Turqia, që bënte kjo, çai thon Dreqi, Bullgaria para ca kohësh, e kupton? Që bënin sikur bënin opozitë, ata tjetër bënin sikur qeverisnin, edhe varilesh, edhe populli bënte sikur i ndinjohej. Edhe normalisht. Tani, një sekond të lutem. Okej, pyetje direkte për ty. Po kush është më mirë? Një Lulzim Basha që bën sikur bën opozitë apo një Sali Berisha tani? Jo, i Sali Berisha është, po unë dua të dal pse bëri Lulzim Basha këtë. E kupton? Si arriti Lulzim Basha të vinte këtu, Lulzim Basha arriti të vinte deri në këtë pikë, për të vetmi fakt sepse mënyra se si Sali Berisha e kishte ndërtuar partinë e PD-s, ku kryetari i vendos gjitha, që Shinçori i zbythi të gjithë veteranët, politikanët veteranë të Partisë Demokratike, e mban mend që i hoqi të gjitha ato vjetet. I zbythi, i vendosi, i hoqi me vendime, nuk i hoqi me voto, domethënë, edhe pse e bëri atë, sepse ai ishte modeli që Sali Berisha kishte ndërtuar. Ai e kishte veglën, ai kishte një makineri shumë të mirë, nëse do ta përdorte për mirë, por ai vendosi mos ta përdorte për mirë, vendosi ta përdorte për qëllimet e tija. Po këtë makineri në fund të fundit e krijoi Sali Berisha, ai thjesht e përdori, e kupton? Ai ishte qenbirsheni, unë tani s'kam çati bëj aty, nuk do me Lulzim Bashën kur bie momenti se jemi sot për Sali Berishën. Po ai ai filani e krijoi atë lloj sistemi. Edhe të njëjtin sistem fije për pe. Ndjek dhe Edi Rama në Partinë Socialiste, kur Edi Rama i cakton të gjitha gjërat nga fillimi deri në fund. Lulzim Basha edhe në Komisionin Evropian, që është podcasti që është online nga dje, domethënë, në vend të çon ministër të jashtëm, domethënë Edi Rama ikën flet vetë, e kupton. Është njëjti model i Sali Berishës në kohë. Edhe kjo është ajo ka. Okej, kam një pyetje këtu tek kjo pjesa e Sali Berishës. Tani, Shqipëria përpara se të vinte domethënë tani Sali Berisha të bëj kryetari i PD-s domethënë, ishte në një gjendje që opozit domethënë nuk kishte, ishte pothuajse inekzistente. Ndodhi ajo që ndodhi, erdhi u rikthye përsëri Sali Berisha për të bërë një përpjekje të fundit. Si të duket ty ardhja e Sali Berishës, domethënë, më shumë pozitive apo negative, dhe cila është zgjidhja që do ofroje ti, zgjidhja më e mirë e mundshme për ty, për kushtet aktuale në Shqipëri për aq sa një do?
Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Për të mbajtur sigurin kronologjik, unë do them 2 fjali edhe pastaj do i përgjigjem, të lutem. Ideja është që Sali Berisha kur doli nga politika, domethënë, që tha do unë të dal tani, nuk duhet të rinte deputet. E di pse nuk duhet të rinte deputet, sepse duhet të jepte shembullin, domethënë, që jam si jam i mirë apo jam i keq, kryetari kur humbet duhet të dali, domethënë valla. Edhe Sali Berisha kishte bërë 2 mandate, Sali Berisha nuk është se kishte bërë asnjë lloj mandati, domethënë. E kupton? Kështu që i bie që ma hoqi mendimin kjo tabela e Duhanit, ku e pa vlla, unë kokën jashtë e gjithsesi. Ishim të rendi kronologjik Kuriku Sali Berisha duhet të lindte mandatin e deputetit. Po, sepse në qoftë se do lindte mandatin e deputetit Sali Berisha, një person i dështuar si Lulzim Basha do kishte jashtëzakonisht shumë presion për brenda partisë që të vazhdonte më shumë se një humbje. E kupton? Ai vazhdoi 3, po gjithsesi. Tani të kthehemi te përgjigjja jote. Unë jam fansi disa figurave në Parti Demokratike, tani që po flasim, po janë shumë pak, gjithsesi. Fakti që Sali Berisha është kthyer në Partinë Demokratike dhe ka rimarr pozicionin është për mua një e keqja më e madhe që ai ka bërë deri tani, sepse ishte ai që thoshte që duhet gjakiri, ishte ai që duhet që thoshte që ne duam persona të rinj, duam më shumë perspektivë, duam të shikojmë të ardhmen, duam të arrinojmë, duam etc pafund, edhe në fund fare u kthye modelit vetë të njëjtë që ne duam rini, siç tha edhe në TikTok. Jeni juve të gjithë të rinj, se unë e pasha të videon, domethënë, unë jam i gëzuar të jem këtu me juve, por unë do i marr vendimet përsëri. Nëse Sali Berisha do kishte interes të fortë në kohën kur po bëj zgjedhjet e Lulzim Bashës, Sali Berisha nuk do të mbështesë Lulzim Bashën duke heshtur. Por Sali Berisha do të kishte vajtur të takonte Agron Sheh, edhe të jepte suportin atij, sepse ai është i vetmi person në Partinë Demokratike që do të kishte 2 individë të tjerë më të fuqishëm të Partisë Demokratike, që janë Grita Duma dhe Ervisi Saliani. Edhe nëse kjo do kishte ndodhur, nuk do kishim ardhur fare deri te kjo pika këtune. As Sali Berisha nuk do kishte marrë atë në gatën fare. Pra, domethënë ti po thoj që Sali Berisha duhet të suportonte Agron Shehin? Po. Dhe Ervisi Saliani dhe Grita Dumën. Ervisi Saliani dhe Grita Duma direkt në atë moment do kishin kaluar nga ana e Agron Shehut, nëse Sali Berisha do kishte folur. Sali Berisha vendosi të e heqte. Po ata kaluan, domethënë ata kaluan Gaz Bardhi, Grita Duma, Saliani dhe Agron Shehu ishin me Lulzim Bashën, kanë suportuar gjatë gjithë kohës Lulzim Bashën dhe ishin anti-berishian deri në momentet e fundit fare. Jo, se Agron Shehi plako në momentin që humbi zgjedhjet, Agron Shehi doli u shpalli kandidaturën për vete dhe tha që unë nuk dal më me këtë. E kupton, ata të dy po. Mban në Lulzim Bashën, sepse ata ishin aty, ai ishte përcaktuar, nuk i vë faj atyre. Unë thash ata më pëlqejnë mua personalisht sepse janë për persona që kanë kapacitet. Kjo ishte thjesht filler, ishte plotësuese, nuk ka lidhje me debatin. Tani më fal, më lejote të kundërshtoj pak. Po. Më lejo të kundërshtoj pak si fillim tek Grita Duma dhe Saliani. Si fillim unë mendoj që këta të dy si persona sa doja artikuluar mund të jetë Grita Duma dhe Saliani si person. Për mua politikan është ai që merr vendime dhe mban qëndrime. Kur ti si politikan për 8 vite nën Lulzim Bashën nuk ke dalë asnjëherë të kundërshtosh diçka, çfarë do lloj vendimi që ai ka marrë, nuk ke dalë ta kundërshtosh. Dhe në momentin që vjen kjo përmbysja e sistemeve, ti pastaj kalon e suporton dhe njëherë, po pastaj kur e shikon që po vjen po e merr Saliu, pastaj përpiqesh të kalosh nga Saliu. Kjo për mua tregon që ti si politikan je totalisht i paaft të mbash qëndrime, nuk ke shtyllë kurrizore dhe qëllimi yt i vetëm është të marrësh atë rrogën e deputetit dhe mos të bësh asgjë, sepse për mua një person, një politikan i aft për të qenë lider partie, patjetër duhet të flasi. Ata që nuk flasin dhe suportonin të gjithë Lulzim Bashën,
Për mua ata janë të gjithë të djegur. Nuk kanë ata asnjë lloj morali. Se Bisaliani ose zotëri Dash, unë thash Agron Sheaj, Agron Sheaj doli hapur, Agron Sheaj ja nxori të gjitha të palarat, Agron Sheaj ja nxori dhe se ai i vodhi votat brenda Partisë Demokratike. E kupton? Unë nuk thash me Gritën Duma. Unë thash këta të dy si të fuqishëm janë, do kishin ndruar shkak. Dakor. Po tani shikojnë çike e kuptoj të pjesë miri perëndis. Perandoria që ty të ka vasal tash që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne po flasim nga realiteti, se ne mund të mendojmë që jemi të pavarur e kështu dhe të bëjmë nga ato teza, domethënë se kur jemi më të mirët e botës, po nuk jemi. Tani perandoria i ka dhënë atij non grata, që është ka budalliqe për korrupsione e gjitha të tjera. Një njeri nëse ai ka moral politik ose zotëri dashur i thotë, "Ok, më vlla, unë do filloni urrëtis pak i dashur që formuar, unë po e lëm mandatin e deputetit, jam njeri normal, më hetoni ju mua, në momentin që unë dal nga hetimet, atëherë unë do kandidoj prap. Edhe nëse do kishte bërë këtë edhe do kishte fituar hetimet, e kuptonti që ai bëj mbreti i Shqipërisë, jo vetëm kryeministër. Pa ai nuk e bënte sepse ai e di që është i zhytur deri në mut. Pse heqin dorë edhe Ramush Haradina edhe Hashim Thaçi sa herë që dalin ato të gjykatës speciale atje. Se ka morali robi valla. Nëse ty të bëjnë akuza, jep do heqen, më hetoni, kur të mbarojnë hetimet, do vi prapë. Ky është me të gjitha të zeza deri këtu në motë dhe thotë, unë do ju bëj primaren, ju do ju sjell të djathën e vërtet. Or zotëri dashur, ti ke 30 vite në politikën shqiptare, ke pasur 2 mandate të plota, edhe 1 e gjysmë apo 2 më përpara. Ti s'ke bërë asnjë gjë. Pse duhet të besojmë ne që herën e 5 e vërteta? Ke të drejtë kjo pjesa këtu. Po për mua duhet, nëse Sali Berisha për shembull duhet ishte larguar nga politika, duhet ishte larguar më përpara se sa kjo non grata e amerikanëve, se kjo non grata mua nuk më pëlqen shumë për diçka, më kupton se kjo del Amerika, domethënë, ka ato studimet e veta speciale gjëra dhe thonë që ky personi është i implikuar me krime me gjëra me kështu dhe ne nuk duam që ky të vi me tek ne ose tani ka diçka valla. Nëse Sali Berisha është me të vërtetë, unë besoj që është për non grata. Për non grata këtu janë dhe shumë të tjerë. Janë dhe shumë të tjerë. Kur të flasim për të tjerët, unë do ta mbështes me timin 6 milion%. Ne po flasim për Sali Berishën. Nuk duhet të ishte. Sali Berisha duhet të bënte. Ja e mori ata asamblen, ç'a bëri me foltore, nuk bën votimet. E nxori që bën Sali Berisha. Sali Berisha do të kishte bërë diçka, nëse do ishte pitë thëmë që nuk do që të mbaj mend që të shkruaj emrin në art në historinë e Shqipërisë, Sali Berisha do të kishte bërë. Çfarë do bëjmë tash thoshte? Tani që unë e fitova, që unë e tregova fuqinë time, që unë akoma kam fuqitë, mund ta fitoj, tani ne do bëjmë një zgjedhje për kryetar prap. Edhe unë nuk do kandidoj. Edhe unë do sigurohem që të gjitha që do marrin pjesë në zgjedhje të jenë zgjedhje të pastra pa asnjë lloj gjëje e të vinë të figurat e reja. Po normalisht ai nuk e bën dot. Sepse aty po i afron dita e gjykimit dhe ai kur të vi kjo dita e gjykimit do të jetë nga një pozicion i fortë që e garanton të qenit kryeministër, e kupton? Në momentin e parë që ai lë statusin e deputetit Sali Berisha është mbaruar, ai asnjëherë s'ka për ta lënë deputetin. Jo, ka diçka, shiko, unë nuk mendoj që Sali Berisha ka për të dënuar për në një lloj krimi, domethënë në mënyrë ligjore, se edhe nëse se do ketë një akuzë, ato kanë ndodhur shumë vite më përpara dhe vetë ligji domethënë ta bën në një mënyrë të tillë që bie shumë ajo dënimi. Pra, ajo që dua të them është që të futet Sali Berisha në burg është shumë e vështirë. Pra, nga kjo pjesa ai nuk është se mund të ketë frikë. Thjesht nuk e di çfarë dënimi mund të marrë në një nga ato të tjera, po nuk mund të dënohet me burg. Është sepse duhet që të kesh bërë një Sali Berisha nuk ka për të. Jo, po them që edhe nëse zhvishet nga çdo lloj mbrojtje. Për asnjë lloj, shiko, unë ta them me bindje që Sali Berisha nuk ka për të dënuar për asnjë lloj një lloj gjëje më të vogël, asnjë gjë ka gjykata shqiptare. Se nuk do Rama, nuk do asnjëri nga ata, e kupton? Sepse të gjithë janë të zhytur deri këtu me Sali Berishën. Të gjithëve i ka bërë deri Sali Berisha, të gjithëve i kanë bërë Sali Berishës deri në një farë pike. Të gjithë kanë bërë pazare etj. Kështu që nëse ata hedhin poshtë Sali Berishën, Sali Berisha i merr me vete ata në të qindin e sekondit, gjithë, e kupton? Kështu që Sali Berisha do rrit deputet derisa të japë frymën e fundit. E kupton? Kaq e thjeshtë.
Okej, këtë pjesën nuk e shiko. E ardhmja politike Sali Berisha do të duket shumë qartë edhe pas 2-3 viteve, më kupton, sepse edhe mosha bën të vetën dhe unë mendoj që nuk do jetë shanse, domethënë reale që Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet vetëm janë shumë të vështira. E vetmja në një, domethënë e vetmi skenar që unë parashikoj që mund të fitoj PD-ja është nëse mbledh votat bashkë me LSI dhe me të gjitha partitë e tjera të vogla që mund të dalin për shembull jashtë koalicioneve, po që mund të marrin mandate, se pas marrin mandate janë të fortë. Kjo është një opcion, po edhe është PIL tash. Ose PL, Partia e Lirisë. Okej, po që ta kanë fjalën nëse domethënë ka dhe partitë të tjera të vogla si këto normale që do kenë ato influencë dhe për mua do ishte ideale ajo në Shqipëri, që ta fitonte domethënë e djata, po me partitë të tjera të vogla që ta kushtëzojnë, domethënë t'i vënë kushte. Dhe këto partitë që do t'i vënë kushte, do kenë influencë te qeverisja, të marrin fuqinë e tyre dhe pastaj kanë mundësi që të konkurrojnë këto partitë e reja në zgjedhje, mos të ketë me 2 parti PD, PS, të ketë parti të tjera. Më kupton, nga këto të reja të vogla që janë nga profesora, nga pedagog, nga këto parti duhet të vinë në skenë nga ana ime. Po që ta kthej dhe për një sekond tek Agron Shaj që the, kam parë para se të kandidonte Agron Shaj për kryetar. Jo, domethënë ka vajtur në një emision ku duhej të jepte opinionin në lidhje me nën gratën e Saliut. Pra ishte pak para se të ndodhin këto trazira. Aty ai nuk ka qenë i aftë të artikulonte asnjë lloj qëndrimi në lidhje me Sali Berishën. Nëse Agron Shaj do dilte pastër dhe do thoshte Sali Berisha është ky person, unë nuk e suportoj Sali Berishën, unë mendoj që Sali Berisha nuk duhet të rikthehet me asnjëherë në Partinë Demokratike, atëherë unë i pari do ta suportoj Agron Shaj, por ndërkohë nëse ai kritikonte dhe paktësinë e Lulzim Bashës. Nëse ai kritikonte këto të dyja, unë do isha i pari që do thosha unë jam me Agron Shajin. Por ai fatkeqësisht nuk arriti të bënte asgjë nga këto të dyja. Dhe erdhi tani momenti thaj, okay, unë po jep kandidaturën për të bërë kryetari PD-s. Po mirë, ti dakord jam që të bësh kryetar, po çfarë po ofron ti ndryshe nga këta? Se kur këta ishin në qeverisje, ti nuk vure re asnjë gabim të këtyre. Tani nga i gjetë ti gabimet? Kështu, më kupton, prandaj nuk është se është figurë që ka potencial. Ti po anashkalon gjithë kohë si ai lloj model partie ka edhe PS edhe PD-ja që për sa kohë që ata janë për ai shkos ata nuk janë në zgjedhje, domethënë ata sillen si një front i bashkuar, sikur s'ka asnjë lloj problemi brenda partisë. E kupton? Ka vite kjo që ndodh në Shqipëri. Kjo ka qenë nga 2000 që kjo ndodh në Shqipëri. E kupton? Jo, të drejtë ke. Kur ishte Ben Blushi atëherë në 2000 ato zgjedhje që doli me Liberna, si një palë zgjedhje kandidoi ai, që i doli kundra Edi Ramës pas mandatit të parë, më duket. Ka bërë një fjalim ai Ben Blushi dhe tha, në qoftë se tha i të qeverisësh me Partinë Socialiste, tha jashtë të qeverisësh me krimin, tha ai, unë nuk jam socialist, tha ai. Iku nga Partia Socialiste, i hapi librën tak e votova unë atë. Kaq më duhej. Ai vuri re gabimin, doli kundra partisë, ishte mjaftueshëm që unë ta votoja atë. E votova, nuk e di, libra atëre mori në gjithë Shqipëria 20.000 vota diçka e tillë. Fatkeqësisht nuk u përkthyen asnjë mandat ato. Dhe pastaj kur u bën Blushi tani vajtu bë drejtor te Top Channel dhe ç'a bën Palaçolleqi andej. E nëse iku ajo, po që ta kanë fjalën, kjo më kaq më mjafton mua si Henri, që unë të besoj një individ të ri. Le të jesh ti me të keq qenë me PD-n, me PS-n, po të paktën mbaj qëndrimin, thuaj. Unë nuk jam me këta sepse këta kanë bërë këtë. E kupton, mbaj qëndrimin dhe të votojmë. Pra se këtë pjesën që e harrova fare, ose ne dy jemi nga Berali, thotë Klajdi Haçi, thotë ka bërë të mori realizoti këtë, po se mbështeti njëri. Është vërtet se mbështeti njëri. Ta mori për shembull, nëse ka një rob që është intelektual. Jam mbështesun. E votoj unë atë direkt. E kupton? Nuk do na votoja nëse do isha aty, domethënë edhe ka shokët e mi e ka votuar e tjerë më thet thashë, po s'është ajo problemi, valla. Problemi është masa. Masa, se unë e ti nuk fitojmë zgjedhje. E pra të kuptoj, këtë po them, ky është problemi i Shqipërisë, valla. Se ka figura që unë i besoj, ja u ja votën, në mos të moralizoti, për mua do ishte me vërtet ideali që dilte të moralizoti ose të hapte partinë e tij, ose të organizojë, ose të bëjë.
Po, në mos këta janë këta të nismës thurje, ka ca pedagogë atje që të paktën kanë mos me komunistë, të lutëm jo me komunistë. Jo, është nisma thurje, nuk janë komunistë. Është arlindëqori komunistë. Kam qenë antar i nismës thurje për disa kopla, edhe kam lexuar të gjithë atë, edhe në momentin që atë ditë që unë kam mbaruar të lexuar të gjithë atë për ata që qëndronin, unë dërgova email e thash me hiqni nga ajo parti. Ata janë komunistë dhe thelbësor, plak, ata janë për të hequr pronën dhe për të rishpërndar pronën nga e para. Thjesht duhet të lexosh. Nuk e di, sepse ata janë vërtet nuk jam në qoftë se është kjo doktrinë e tyre, pastaj është shumë e gabuar, se nuk e do me thënë, unë me aq sa i kam parë të artikulojnë për televizione, po nuk është se ku e kanë këtë doktrinën, do me thënë. Ma dërgohet që futu të faqa zyrtare e nismës thurje dhe shife atje. Po unë normalisht jam migrant, nga që ata ishin shumë aktivistë, domethënë siç e thua ti, aktivistë dhe bënin gjëra online, edhe unë më shumë qef thash edhe unë dua të bëj. Bëni edhe këtu në Berlin ta. E kupton? Seanca dhe online meeting e gjitha të tjera domethënë. Edhe thash edhe unë të bëhem pjesë. U futa, mora pjesë në dy gjëra të vogla, kështu domethënë, edhe një ditë kur po bëja ato regjistrimin edhe po shikoja edhe këto të gjitha si quhet kjo dokumenti që ka këto, statuti i partisë domethënë nisma thurje domethënë, është shumë keq plako, është ajo ata kanë të njëjtat gjëra që unë urrej në partitë që janë far left këtu në Gjermani domethënë. Nuk, domethënë te kjo pjesa e bindjeve far left nuk e di as. Sepse kur kam një qeveri e djathtë Eneri, ne na duhet një qeveri e djathtë që të mbajë më shumë se 2 mandate, e kupton? Edhe Agron Shef ka qenë rob parimisht i djathtë, e kupton? Lëre mbajti qendrim, unë jam me ty, ka gabim. Po ishte i djathtë plak, se ishte entrepreneur, ishte biznesmen, ishte një rob që kishte arritur diçka dhe ishte një rob që donte të ulte taksat o plak. Një gjë që i duhet shqiptarëve tash është ulja e taksave, direkt. Kjo është një gjë nga më e madhe që i duhet shqiptarëve tash. E kupton? Prandaj në kohën e Sali Berisha ishte ai shumë biznese të vogla, sepse Sali Berisha e kishte taksën e sheshtë, domethënë, dhe shpërtheu biznesin në kohën e Saliut. Shpërtheu edhe për fakte të tjera se s'kishte edhe kontrolle gjëra të tjera se Saliu nuk i bënte ndryshe ato. Do kuptoj. Por që sa më shumë të taksohet një popull, aq më i varfër do jetë. Në asnjë shtet, në asnjë vend në historinë të gjithë botës nuk ka funksionuar taksimi. Më përmend një, edhe unë do të mbyll gojën për gjithë jetën time. Margaret Thatcher në Angli kur kur e mori Anglinë të vdekur ashtu si ishte domethënë, i vendosi 2-3 gjëra në vi, edhe sa i vendosi ato gjëra në vi, tax cut. Gjëja e parë që bëjnë të djathtët është pritja e taksave, se pritja e taksave e çon çdo njeri në rritje, si ato që është i punësuar, si ato që punson. Prandaj na duhet një qeveri e djathtë. Po këtë qeveri e djathtë Berisha nuk e sjell. Po ka një problem, shiko. Këtë pjesën ta kam shpjeguar unë domethënë më përpara pse nuk funksionon kjo në Shqipëri, sepse parimisht jam dakord me ty tek pjesa e taksës së sheshtë. Edhe për mua taksa e sheshtë ishte e mirë, jam okay këtu. Kjo ishte doktrinë e Edi Ramës që na shiti atëherë në fillim në që taksimi progresiv, po ai për mua është kot palidhje, nëse. Ideja është këtu që të vinë një qeveri e djathtë tamam dhe të vendosen ato në zbatim ato parime, duhet që të funksionojë drejtësia. Këtu te ne është drejtësia që funksionon keq, sepse të gjitha këto bizneset e gjërat këta nuk i paguajnë ato taksat, më kupton? Nuk paguajnë, ka shumë që i shmangin taksat dhe i bëjnë këto, më kupton? Ky është problemi thelbësor i shtetit shqiptar. Nëse zgjitet problemi i zbatimit të ligjit, i marrjes së taksave atje ku duhet te biznesi, ato taksa që janë të merren atje ku duhen dhe mos të merren te nafta, mos të jetë 2600 lekë kile naftës, më kupton? Kur të merren atje ku duhen, atëherë po jam shumë dakord. Po momentalisht në Shqipëri unë mendoj që do ishte se duhet të ndërpresë kjo pjesa, se duhet të kthehemi prapë te Sali Berisha, se unë kam shumë qejf për të shijoj jashtëzakonisht muhabetin bashkë, domethënë për të folur edhe për ta sa për gjitha, po kam dëshirën të përmbajmë çik temës sot që është Sali Berisha. Ideja tani është mirë ti ma bëre pyetjen mua si e shikoj unë, normalisht për gjithë është e qartë, domethënë që unë shikoj një gjë jashtëzakonisht shumë negative, sepse një person që ka aq fuqi sa ka Sali Berisha duhet të ishte shembulli që duhet të ripërtërim gjakun dhe Sali Berisha duhet të sigurojë që të vinte një gjak i ri që ai nuk e bën normalisht.
Tani, mirë unë e thashë, ty si të duket ardha e Sali Berishës? Si më duket më ardhja e Sali Berishës, atëherë ideja ishte këtu. Shqipëria ishte aq e vdekur nga ana e opozitës, sa që çfarë do lloj ndryshimi të vinte, për mua do ishte pozitiv. Dhe thjesht fakti që një person mbas 8 viteve, gati në pension, gati i harruar fare, sepse unë sinqerisht Sali Berishën e shikoja një figurë të plakur, demode politike që absolutisht nuk kishte çfarë jepte dhe nuk ka çfarë jep. Dhe as nuk e prisja fare të vinte. Por gjendja katastrofike aktuale e Shqipërisë e çoi në atë pikë sa që Sali Berisha të ngrihej nga vari. Dhe është ky keq menaxhim dhe kjo vjedhje kaq e hapur nga buxheti i shtetit që po bën ky shtet tani, ai që e ngriti Sali Berishën nga vari, se nuk kishte shanse të ngrihej me Sali Berisha. Sali Berishën e ngren vetëm komunistët. E kupton, Sali Berisha është si Hajmali, që kur mendojnë komunistët se janë aq të fuqishëm, ngrihet Sali Berisha nga vari dhe i tremb. Ky është Sali Berisha. Ky është meriti e vetme që ka glorifikon një çik atë se ti shikon, dashur pa dashur, është i vetmi figurativ tipo e glorifikon, tipo e bën sikur është zot valla, është Hajmali po thua, e kupton? Është i vetmi njeri që i bën, është i vetmi njeri që e ka frikë. Po kjo është gabimi e plako. Këto dua të shmang. Ne nuk duan, po se nuk kanë frikë asnjë gjë tjetër. Nuk kanë, nuk duan t'ia dinë për asnjëri. Po i qeshin shqiptarët në sy valla. Po i vjedhin lekët nga xhepi, po i vjedhin shqiptarëve lekët nga buxheti i shtetit, lekët e plerave u morën direkt nga buxheti i shtetit dhe u ndanë nëpër xhepat e ministrave. Dhe ata të qeshin në fytyrë valla. Në situata ekstreme, fatkeqësisht duhen njerëz ekstrem. Unë nuk jam ekstremist. Unë do doja me gjithë shpirt që këtu të vinte një forcë e re politike dhe t'i fitonte zgjedhjet ashtu si duhet. Po jemi në një vend ekstrem, buçi. Ke disa vite që je larguar nga Shqipëria dhe është gjëja më e mirë që ke bërë. Jo, nuk shikoj këtu. Ta kalojmë muhabetin atje. Plako se ajo. Jo, të kuptoj, po problemi është që të kuptoj, po do ta ndjeje këto 8 vitet e fundit, do t'i ndjeje më mirë po të ishe këtu. Jo më mirë se aq larg sa unë vërtet unë vetëm jam këtu, gjithë familjen aty e kam me farefisë, shoqëri. Të kuptoj. E kuptoj që jenë në ndjenjë shumë mirë, po. Është qesharake, e kupton, është të vjedhin dhe të qeshin, dhe të thonë, unë po të vjedh, ti çfarë po bën ti po ri. Të tregojnë dhe një barsalet në fund edhe qesh ti me veten tënde. Është situatë shumë kritike, nuk ka zgjidhje të. Shiko, problematika që kam unë me të pjesën, domethënë, vëllai, se nuk mund të vazhdojmë në një mënyrë të tillë, domethënë, ku Sali Berisha ikën edhe vjen, se e thrasin komunistat, edhe ashtu më thoi Jo, të kuptoj, po plak, shiko. Është i mbaruar, Sali Berisha është i mbaruar tani, vëlla, është i mbaruar fare, më kupton. Është po ikën vëlla, është i mbaruar tani të marrim rrobë të rinj, vëlla. Po jo, po shiko, fakti që populli domethënë ku ti je shikon atë që është i vetmi që mund të artikuloj ca teza kundër sistemit, edhe ka njerëz që deri diku domethënë e besojnë edhe ndjekin, tregon që ky sistem është aq i fëlliqtë, vëlla, këta e kanë degraduar aq shumë Shqipërinë sa që ti i kthen syt nga Sali Berisha, më kupton? Se nuk ke nga i kthen tjetër, se këta të tjerët ishin të gjithë plastelinë, se këta u pan. E kupton? Nuk ka të tjerë. Po kjo s'e pëlqen më se ky Sali Berisha është bërë si Jezusi, vëlla, që u kthye mbas 3 ditësh edhe Sali Berisha u kthye mbas 3 humbjesh. E kupton tani what the fuck plak. Shiko, ky është problem shqiptar i thellë që ky është i mbartur ndër vite. Po është gjithmonë se është një analist, nuk e di çfarë mendimi ke, po një nga të vetmit e mi të preferuar është Andi Bushati. Edhe ai e ka thënë shumë herë më mirë se sa mua këtë. Ai e ka thënë, jo, pse qeshet te Andi Bushati? Çfarë nuk të pëlqen Andi Bushati?
Andi Bushati është vdekje, por Andi Bushati është zdrom. Andi Bushati sot shan Edi Ramën, nesër shan Sali Berishën, sot puth Edin, nesër shan Ilirin. Andi Bushati është nga rob më të paguar nga partitë, po nesër. Është analist i mirë në atë punën që bën, vetëm kur paguhet. Jo, këtu nuk i ke informacionet mirë për Andi Bushati. Andi Bushati punon gazetat e lapsi. Do e bëjmë Andi Bushati Andi Bushati ka qenë i pari që nxirrte ato vrasjet që u bën në shesh atje, kur ishte Sali Berisha, ishte i pari që dilte fliste për ato, ishte dhe Edi Rama i shkruante i thurte lavde në për libra, dhe është i pari tani që shan Edi Ramën nga mëngjesi deri në darkë. Në qoftë se ka një njeri konsistent, ai do të thënë edhe mbronte Edi Ramën për shumë kohë, kupton? Shiko, Andi Bushati plako është një temë ta bëjmë çik skip të lutem, se do flasim për atë domethënë, po flasim në një moment tjetër. Okej, mund të flasim po patjetër, po me pak fjalë domethënë kjo është pak a shumë një citim që ka bërë ai në lidhje me situatën aktuale në Shqipëri. Ka thënë, në qoftë se ti thoshte je në një shtet bandit, ku shteti ty të merr, të rreh, të nxjerr në rrugë, aty në rrugë të rreh prap, dhe ti nuk ke asnjë lloj shprese, ti, si qytetar në atë gjendje mirane që re, ti do suportosh çfarë do lloj bande tjetër që do vi, sa do e keqe të jetë, vetëm që ti bëj kundërshtim kësaj, se ti nuk ke opsione të tjera. Në qoftë se kemi opsione të tjera i diskutojmë, po nuk kemi është ideja, dhe ti do suportosh çdo gjë tjetër me shpresën e vetme që të jetë e keqe pak më e vogël se sa kjo e keqe që ke tani. Ky është opinioni me pak fjalë. Kjo është ajo që suportoj dhe unë në këtë pikë. Pra është punë bandash. Okej, një kështu bëjmë çik sikur po bëjmë intervista në rrugë. Sali Berisha për ty i keq nga 110-a, sa? Nuk ta them. Ore, sigurimi në rrugë vlla, sigurimi në rrugë dhe pa nga aty do vazhdojmë debatin. Po, okej, e kuptoj, po ku do të dalë ashtu domethënë? Se ça analizë do të bëjmë sa okej, ku ta di. Nga sa i mirë edhe nga 110 sa i keq. Një rob mund të jetë i mirë dhe i keq në të njëjtën kohë, edhe unë po të them, nga 110 sa i mirë është edhe nga 110 sa i keq është. Përgjithsisht e burr vulgarisht, e kupton, jo pa dëje. Ku ta di, mund të them që mund të jetë një 9 i keq. Numër 9. Po i mirë? Nuk e gjykoj dot të mirë, po i gjykoj vetëm për të keq. Se nuk di çfarë numri i vëmë. Mendoj për shembull personalisht mendoj që Sali Berisha është një 7 ose 8 i keq, domethënë, dhe është po prap diku tek 6-7 i mirë. Edhe fakti që okej, nëse pra gjithsesi që ndërpreva. Jo, do thëja që nëse ti bëre këtë lloj, domethënë vlerësimi atëherë pak a shumë aty i bie ti edhe unë diku. Po unë mendoj domethënë që ka goxha të këqija, prandaj vura notën 9 për të keq, sepse vjetën po e rezervoj vetëm për ku ta di unë për Enver Hoxhën. Kupton, prandaj po i vë një 9 aty dhe tek pjesa e të mirave ka dhe disa të mira, më kupton që është diku te ku ta di unë, mund t'i vë ka berca të mira, mund mja 6, mund t'ja vë edhe unë, okej, arbitrare. Po unë domethënë me këtë vjetën e Enver Hoxhës e kam pak të vështirë të shkëpus edhe këta që pasuan pastaj, më kupton, Fatosnamën. Unë edhe aty vë një notë shumë të keqe. Pastaj ti ke ditë, më kupton? Tek Fatosnamën si sot për shembull, sepse unë edhe pse jam i djathtë vetë, domethënë që se ka një rob që mua më ka pëlqyer si figure e plotësuar, domethënë që ka qenë kryetari i Partisë Socialiste, po në të njëjtën kohë dhe antikomunist me kartela të hapura në kohën e komunizmit, ka qenë Fatosnama, po ajo është bisedë për herë tjetër. Tani një djalë këtu tani me të lidhjen me që ne ja dham notën tonë Sali Berishës mbas diskutimit, unë nuk i lexoj dot se nuk e di se çfarë shkrimi është ky. Po thot, o vlla, a mund të kuvendoni në lidhje me çfarë qeverie i vyen ose i hyn në punë Shqipërisë, domethënë, ose çfarë do kishte ndryshuar juve? Ta pyes ty unë të parin, edhe po. E mendoj. Okej.
Unë mendoj që momentalisht Shqipëria do me thënë nuk ka një parti e cila është e majt. Partia Socialiste është parti do ta qoja unë ekstremit të djathtë e cila suporton vetëm interesat e oligarkëve. Pra, është një djathtë ekstreme, po në botë ata të republikanët për shembull që janë të djathtë, ata thjesht e bëjnë nëpërmjet prerjes së taksave duke i suportuar, ndërsa këtu e bëjnë duke i anashkaluar taksat fare, duke mos i paguar taksat edhe duke i dhënë të gjitha tenderat dhe gjithçka tjetër. Pra, Partia Socialiste në Shqipëri ka vetëm emrin socialiste, se nuk ka lidhje me të majtën. Thjesht mbron interesat e oligarkëve, fushatat, merret pushteti dhe lekët i kthehen prapë oligarkëve nëpërmjet tenderave. Ky është modeli që e filloi ta bënte Partia Demokratike, por e masterizoi Partia Socialiste në perfeksion. Pra, ajo që mua më duhet në Shqipëri, mendoj unë, është një parti e majt, po liberale. Duhet një parti e cila të ndihmoj fshatarin duke ja vënë naftën me të lirë që ai të punoj tokën dhe faren, do me thënë, tenderin e naftës mos t'i japi oligarkut që t'ja japi naftën ati me 2600 lekë dhe tenderin e farës mos t'ja japi ati oligarkut tjetër që vete e ble si e ble dhe është i vetmi në Shqipëri dhe fshatari do detyrohet ta blejë tek ai edhe të skaduar nëse ka, t'ja japi, do me thënë, ato librat e shkollave t'i bëjt gjitha pa lek, nuk ca i kanë bërë, po t'i bëjnë që mos të zien, mos të bëhet sherr këtu, kush shtëpi botimi të blej librat edhe të bëjnë biznes me ato. E njëjta gjë të ndodhi dhe me ushqimet, dhe me këtë i quaj unë parti të majt, që të kujdeset për interesin e popullit. A përshkruaj të një farë pikë situatën. Unë i kam një kundërshtim shumë të thellë me të, domethënë, jashtëzakonisht shumë të thellë. Që i bie që Partia Socialiste e është radikale e djathtë. Unë mendoj, domethënë tash do të diskutojmë bashkë. Unë mendoj që ti je objektivisht, je zakonisht shumë gabim këtu, sepse Partia Socialiste ka taksë progresive. Taksë progresive ka vetëm qeveritë e majta. Qeveritë e djathta gjithmonë kanë taksë të sheshtë edhe pak taksa. Qeveria e Ramës ka taksa shumë, edhe të larta dhe progresive. Domethënë që janë të majtë në bërtham. Partia e Ramës është ta shpjegova. Jo, ta shpjegova këtë pjesën e taksave për oligarkët. Në letër është e vërtetë. Po edhe demokratët në Amerikë, nga Pfizeri dhe nga të gjitha ato të tjera, nga Walmarti edhe butalliqe të tjera vinë, se çfarë di ti. Shiko, pjesa e autokracisë nuk është tipike asnjëra nga palëve. Të dyja palët në çdo lloj shteti të këtij bote dhe çdo njeri që ty të thotë tjetër është duke të gënjur. Ore edhe në Gjermani, në Angli, ku të doj trapi ty, vë regjistrin ku të duash, oligarkët të gjithë i respektojnë. Ndryshimi qëndron, sepse në vende si Rusia, si Shqipëria, oligarkët janë emra, sepse kanë kompani të fuqishme, kurse në vende si Anglia, Gjermania apo Shtetet e Bashkuara Amerikës, oligarkët janë thjesht koncerne ose kompani të mëdha kolosale që nuk i dihet as emri se kush e ka në letra. Fakti që ata janë kompani dhe këta janë njerëz fizik, nuk ka asnjë lloj ndryshimi për mua, domethënë se është një etni, një entitet që e kontrollon politikën në plak, në mënyrë oligarkie është ajo. Edhe nuk ka lidhje as me të djathtat as me të majtët. Kjo ka lidhje me establishment. Po këtu ka të bëj monopoli, pra. Këtu ka të bëj sa monopol janë, sepse me të vërtet ka dhe në botë lobime. Amerika e ka, domethënë, po thotë se të ligjmet që bëjnë lobime ata, super miliarderët edhe mund të ndryshojnë ligje këtu, ndryshojnë ligje atje, po ka diçka. Është sa i lë shteti oligarkët të marrin fuqi përpara, domethënë, se sa ti godasi dhe sa i detyron shteti këta oligarkët që të kujdesen për popullin dhe sa taksa u merr që ai t'i vendosi këto lekët e atyre në shërbim të popullit, që populli, domethënë, mos të revoltohet dhe të ketë një mirëqenie, të ketë minimum jetik populli. Pra, edhe oligarku të bëj lek, po edhe të ketë edhe shtresë të mesme. E kupton, dhe shtresa e ulët mos të vdesi për bukë. Kjo është, mendoj unë, çelësi i çdo shteti. Tani, edhe në botë padyshim që ka oligarkë. Sa po them përpara që Partia Socialiste është radikale e djathtë. Kjo është faktikisht e gabuar, Henri. E kupton? Kjo po them unë. Edhe nëse ka një drejtim politik që e sulmon dhe do ta shfarosi
klasën e mesme në të gjithë Europën që ne po e vuajmë sot e kësaj dite me gjithë këto çmime, këtu që kanë ikur kështu kolosale fare që janë marramentë domethënë, janë ana e majt politike. Ana e majt politike është e betuar për të zhdukur klasën e mesme, sepse klasa e mesme është ajo që fiton zgjedhjet, klasa e mesme është ajo që bën ligjet, klasa e mesme është ajo që vendos ku do bëhet çdo lloj gjëje. Në momentin që klasa e mesme është e dështuar, që shpëndot tashi, që na ka vajtur biletat për të ardhur në Shqipëri nga 300 euro në emër të mbrojtjes së ambientit edhe budalliqe të tjera më thet thash, edhe po ka filluar dalin reklama që duhet të kthejmë avionet elektrikë që ta bëjmë të mundur, që ne nuk e dimë fare që si ishte e mundur më të fluturojnë. Dalin reklama tash nëse kur dëgjon Spotify, dalin reklama thotë të së bashku ne duhet të bëjmë të mundur të fluturojmë përsëri. Kur logjikisht ne nuk jemi të ndaluar, po thjesht janë shumë të shtrenjta. Edhe janë kjo lloj propagande. Në çdo shtresa e mesme është zgjeruar kur politika nga ana ekonomike, flasin, ka qenë e djathtë. Në çdo vend të Europës ku ka pasur lulëzim ekonomik, ka pasur vetëm me ekonomi të djathtë. Në përpjamje sociale, pasaj në mbështetje ku dëgjon shkolla budalliqe, jam i majti më i madh nga të gjithë, nuk diskutohet fare. Që ndoshta se ndoshta domethënë nuk e shpreh aq mirë domethënë këtë pjesën e kësaj. Shiko, mënyra se si janë ideologjit politike në botë që ne i njohim pak a shumë ashtu siç mund të jem për shembull me njëjta gjë si në Shqipëri, më kupton? Politika në Shqipëri është shumë e thjeshtë. Dhe nuk janë këto parti Amerikën, po se nuk do të kisha ndërhyrë ndryshe, po. E pra të kuptoj, ishte domethënë, pra unë pak a shumë të djathtë quajta ata që suportojnë domethënë ata mega oligarkët, ata që i ulin taksat fare për ata por kjo domethënë këtu te ne bëhet duke mos i deklaruar mallin fare. Se këtu ka shumë biznese, madje u dënuan edhe ca që vinin merrin produkte elektronike kështu iPhone ande nga Amerika, edhe pa e nxjerr ato distributorët zyrtar këtu në Shqipëri që janë ca, vinin i shisnin këta valla. Edhe morën gjoba vllasetor, dali po që nga e futet tek malli valla. Domethënë ndodhin ca gjëra këtu te ne në Shqipëri valla që janë këto janë ato që nuk kanë lidhje domethënë me termat që janë aktual në botë të majtës dhe të djathtës. E kupton? Prandaj unë këtë quaj të majtën, unë quaj të majtë një parti që vjen dhe mendon që populli domethënë të paktën të ushqet të përmirësoj jetesën e popullit dhe mos të mendoj për mënyrën se si të mbaj pushtetin. Kupton? Kjo është, pastaj te teknikalitetet jam dakord me ty. Jam dakord me taksën e sheshtë. Në martjo. Çdo parti që vjen, ato që shesin ata, ato që duan të arrijnë ata që janë gjithmonë që duan të kënaqet populli, të rritet populli. Kupton? Partitë e majta të djathta ndryshojnë nga mënyra se si ata zgjedhin. Partitë e djathta partitë e djathta ulin taksat në mënyrë që leku mos të ngecet nëpër taksa edhe të ulet produktiviteti, por leku të fitohet më shumë e të investohet më shumë. Që unë jam një model që unë e suportoj, sepse më kam studiuar me shumë kohë, domethënë se jam i apasionuar që dua ta di se si funksionon, edhe është vetëm një model që për momentin funksionon. Partitë e majta i groposin njerëzit në taksa. Fakti që po ndel në Gjermani. Në Gjermani një person që është në klasën e mesme sot është i destinuar të kalojë në klasë të ulët brenda 2 viteve, sidomos me këto lëvizjet e reja të çmimeve. Është e pashmangshme. Edhe këto i bën të gjitha një politikë ekonomike e majt. Rritja e taksave, rritja e taksave vllai ka qenë arsyeja pse u shkatërua perandoria spanjolle, po flasim të vonshme, pas mesjete këto me pushk me gjëra, edhe pse u shkatërua perandoria britanike, kupton? Këto dyja kanë qenë, sepse ata rritën taksat, edhe siç ishte T-tax në Amerikë, domethënë që bën ato të famshëm në Boston, ata që hon ato budalliqe të tjera au. Asnjëherë nuk është zgjidhje asnjëherë vëllai që të taksosh rob më shumë. Se këta e di çfarë bëjnë këta të vëllai që kanë gabuar. Unë nuk jam tek pjesa e taksave, kupton, absolutisht nuk e suportova në asnjë moment këtë. Domethënë e thash që në fillim që është pjesë e dështuar kjo pjesa e rritjes së taksave. Dua domethënë që taksat të jenë taksimi i sheshtë për mua ishte shumë okay. E di unë, shumë mirë, e di, edhe unë të kuptoj ty, po unë thjesht
Unë e di shumë mirë se çfarë do të thosh ti, se unë e kemi diskutuar edhe herë tjetër këtë domethënë, po nga që kjo Yeah. do gazohet pas disa ditësh do ta dëgjoj të tjerë dua ta sqaroj. Unë e di shumë mirë se ti nuk je për taksë progresive, unë e di shumë mirë se ti nuk e mbështet asnjë lloj ngritje të taksave. Unë mendoj që ajo që ti do të thosh është që ato që janë të paktën të mblidhen, këtu e ke ti, apo jo? Po pra, këtë e kam shprehur unë, po taksa që janë të mbyllur, po unë janë thjesht plotësuese domethënë që edhe njerëzit, unë mendoj se këto që po themi ne tani domethënë do i mbushim mendjen pse duhet të mos votojmë më PS në plan. Kupton? Këtë duhet ta arrijmë. Po pra, e vërtetë, po pra. Pra, ajo që doja të thoja unë që u shprehva Dabi. Duhet të mbushim mendjen Po, njerëzve mos votojmë PS. një herë në jetën e tyre po. politikë të majt. Është E qartë që vret njeriu shoqërinë dhe nuk ka më asnjë lloj perspektive shoqëria, është politika e majt. Qofse doni të vazhdoni aty ku jeni, pa lek, pa perspektivë, pa shkollë, pa asnjë lloj mundësie, vazhdoni, votoni partitë e majta. Okej, ideja ashtu ka dhe disa shtete në Europë, nuk e di, më duket Norvegjia, diçka e tillë që funksionojnë deri diku sistemet politikat e majta, po nuk është se kam informacione mjaftueshëm si ta suportoj si tezë, por ideja është që ajo që unë quaj tamam politike e majt është kjo që po them pra, sepse në Shqipëri është pak e vështirë që ti të flasësh, domethënë e thash me terma konkret që kjo është një parti e majt me bindje të majta, kjo është një parti e djathtë me bindje të djathta, kupton? Unë thjesht dua që partia që do vi të mbledhi taksat dhe të kujdeset për qytetarët, të kujdeset për zhvillimin e bizneseve të vogla, për biznesin e vendit, mos të importoj, edhe atë bujqësi domethënë që është e mundur që të zhvillohet maksimalisht, të ndihmojnë ata fermerët që janë, edhe të zhvillohet domethënë ekonomia e Shqipërisë maksimalisht, jo të favorizojnë ata oligarkët që ti marrin të gjitha nga jashtë dhe ti sjellin këtu se ti i favorizoni dhe i ul taksat dhe i le ata të vetën. Domethënë se këtu kështu bëhet pothuajse me çdo gjë. Ky është sistemi që po ndjek PS-ja. Këto janë ato që duam të ndodhin. Do me thënë që vetëm gjë që ti do sipas pyetjes që bëri djali është që vetëm gjë që ti do thësh që mjafton edhe kaq sa kemi, mjafton të zbatohet thuaj ti në përpikmëri. Edhe jo të po që këtu fillon. Që këtu fillon. Shembulli vjen që lart, nëse kryeministri i shtetit është me të vërtetë i interesuar në ligj zbatim, do fillojnë të gjitha me radhë ato, normale, edhe taksat e naftës ulen, në qoftë se oligarkët shqiptari paguajnë të gjitha taksat ashtu si duhet. Qofse mblidhen të gjitha dhe nuk ka kështu të pa deklaruara, janë gjitha deklaruara, edhe taksat e naftës nuk kam se t'jena aq të larta, se shteti i mbledh taksat në vende të tjera. Se kur shteti është i paaft, ti mbledhi tek bizneset, tek industritë, atëherë detyrohet aty te nafta, se naftën duan do ta hedhin gjithë ata që lëvizin. Kështu që kjo është Shqipëria, domethënë mund të ketë nuk ka asnjë njerëz që nuk e paguan naftën. Se këto janë iluzionet e shqiptarëve që nuk e kuptojnë të budallikun e Diramës, që thonë që po taksa e naftës mua nuk më prek sepse unë nuk kam makinë. Asnjëherë. Është budallik. Taksën e naftës ti e paguan kur ble bukën, taksën e naftës paguan kur i bën autobusit, taksën e naftës i paguan për çdo gjë që ti blen në dyqan, paguan taks nafte. Sepse ai personi që ka çuar ata atje ka paguar taks nafte. Dhe ai do i rrisit çmimin me aq shumë sa të marrë dhe ai lekën mbrapsht. Sepse në fund konsumatori ja. Të shojë thjesht, gjithmonë domethënë. Kështu që është budallik të mendosh domethënë që taksa e naftës nuk i prek ato të gjitha. Kjo është edhe diçka shumë e thjeshtë, por në të njëjtën kohë domethënë dhe shumë inflamatore në Shqipëri kjo taksa e naftës plako, se ti pak në pas ka po mirë të. Shumë njerëz nuk e kuptojnë domethënë që pse ambienti është gjithashtu ka problemi me ne domethënë. Nga që jemi sfungjerë, ne marrim to budalliqet e botës, domethënë. Ne pa mbushur barkun me bukë, po mendojmë të mbrojmë mjedisin nga ndotja e naftës, e kupton, me këto mega metropolet që ne kemi, me këto budalliqet. Jemi tjetër nivel që jeni. Jo po të gjithë e kanë, jo po të gjithë vllai e kanë dhe këtu, po han veten me njerëz dëm, veten me dhëm njerëzit këtu. E kupton, edhe është frika më e madhe është do vinë në fuqi radikalet e djathtë, vetëm sepse qendrorët dhe majtistët kanë kaluar gjithë majtas dhe nuk po funksionon në asnjë gjë. Po,
është normale të taksosh një popull. Se kam dëgjuar shumë persona që thonë, po ata do të paguajnë taksa, atëherë paguajnë taksa. Nga ligjë lekë se ti po paguajnë taksa. Po pra, o gomar, po ti taksë çdo lloj takse ti e paguan 2, 3, 4 fish, sepse jo vetëm të paguan taksën si individëre, se do punosh kamarier apo në fabrikë. Po ti paguan taksë për çdo lloj gjëje që blen, ti paguan taksë, do blesh një celular paguan taksë, do blesh një kompjuter paguan taksë, çdo gjë. Çdo lloj gjëje, edhe taksat pra nuk duhet të taksohen progresivisht bizneset, kurse bizneset do bëjnë diçka. Nëse bën në mënyrë progresive ti, një biznes që prodhon telefona tash, do thoj, okay, ky telefoni normalisht kushton 350.000 lekë, po unë po taksoj në mënyrë progresive. Gjëja që do bëj unë do e bëj të telefonin 380.000 lekë, 15.000 lekë do i paguaj taksën progresive, 5.000 lekë do i marr përsipër dhe do e quaj rritje të çmimit sepse kështu funksionojnë gjërat. Ti si individ tu bëj qefin në fillim se ai që ka kompani dhe që është oligark pagoj më shumë se sa ty, po në fakt ti po e hang ato dyja anët, sepse edhe taksën e oligarkut ti po e paguan duke bler produktin e tij. Kështu që asnjëherë nuk funksionojnë këto budalliqet. Nuk prandaj të vëshoja me 10% ishte shumë e mirë, sa e kishte saluat. Për shumicën 10, pastaj të tjerat ishte 10% taksësh. Jo, 10% taksësh është. Ishte domethënë gjë e mirë. Ishte një nga gjërat më të mira. I lejonte atyre që ishin të pastër edhe që kishin kapacitet për të zgjeruar, të zgjerohesh. Po tani duhet të mendosh 400 herë. Tani s'po ngelim asnjë gjë, tani edhe bankat po i marrin gjithë në dorë vetë, thanë, se duan të bëjnë atë amnistinë e lekëve të pista, e kupton? Të gjithë investitorët, të gjithë bankat e huaja po largohen nga Shqipëria, edhe të gjithë degët e bankave të huaja ose po do kalojnë në menaxhim shqiptar ose në menaxhim. Që kur doli kjo që duan të bëjnë ata që sa përqind duhet paguanin për lekët e pista që kishin, vaj ishte sepse në Shqipëri afërsisht 1/3 e gjithë lekut që qarkullon është lek i pa deklaruar. Nuk e di, po 1/3 amnistin fiskale tash është që për këto parat e pista që ti njohë është ideja sepse të gjithë këto personat e drogës, domethënë, janë larguar tash nga Shqipëria, nuk po investojnë këtu në Berlin, Gjermani, e kupton. Është një lloj ceni këtu shqiptar. Po, normale. Nuk e përmend dot emrin se si dihet, që ka qenë një kur kemi ardhur ne dhe janë 17 tash, që shumicën e kohës bosh janë, edhe hajde merre veshje se si mbajnë ata, po gjithsesi. Edhe të tjerë, filluan të investonin jashtë se e panë që ky vetëm taksa, bam bum au ju çmet e larta, tani çfarë bënë, thonë ja amnistoi unë që të kthehen prapë paratë e pista në Shqipëri, të vazhdojnë të investojnë në Shqipëri, edhe normalisht bëhen kulla au ju dreshi shejtan qenë mace. E kuptosh? Bën kulla me çmimin 250.000 euro apartamenti në Shqipëri që i bie të punoj 100 vjet robi kështu që ta blej atë. Ore, disa themun, si industri si jam, ti nëse e bën 250.000 euro atë apartamentin, bëre, nuk kam asnjë lloj kundërshtimi unë, po ti duhet ti bësh letrat e atij apartamentit fije për fe, me kualitet, me kontroll kualiteti, me sigurim kualiteti, me plan, me të gjitha do të jenë atje. Edhe ti duhet ta kesh të dokumentuar 106 milion % se nga janë të ardhura këto para. Nëse ti i ke këto, jo 250.000 vi aty. Ore 6 bilion miliard vi aty, e kupton? Se është prona jote vëlla. Unë krijoj një stereolaps. E kupton? Stereolapsi, domethënë nuk e ha asnjëri. Po unë them dua 6.000 lekë. Ti më thon mua, po ikë ti budallaj drejt, kush ta ble stereolapsin ty? Kështu funksionon tregu. Tregu e rregullon veten. Nëse ti e di se nga se përbëhet ky stereolaps, e di që ky nuk ka asnjë lloj gjëje speciale. Po kur unë të stereolapsin ta mbështjell, domethënë që janë lekë të drogës në gjitën, thotë që te kjo kutia është një stereolaps, është shumë i mirë, ka përdorur Barack Obama domethënë, e ti do ta kuptosh vetëm kur ta marrësh, vetëm kur ta hapësh kuptin, ti nuk e di se çka ka brenda. Normalisht nuk funksionon më gjëja, domethënë se s'ka transparencë. Nuk ka transparencë. E pra, po këtu është problemi që këto apartamentet i kanë këto çmime kështu sepse domethënë ose tregu i blerjes për këto apartamente është shumë i ngushtë, kupton? Ka persona domethënë që ca njerëz që kanë qenë inxhinier ndërtime këtu në Tiranë, ka marrë vesh që gojnë pas goje vin persona kështu me çanta me lekë vëlla, thonë
Na sa lek bëjmë për shembull kaq apartamente. Se kam ca lek, vinë sjellin çantat me lek, nga 200.000 euro, nga 100.000 euro. Ton janë duket që janë lek i pistë, valla. Dhe këta janë të vetët persona që mund t'i përballojnë t'i blejnë këto apartamente dhe t'i bëjnë. Se ata që i përdorin nuk i bëjnë me synimi që të shiten të gjitha, po se ata e dinë që s'ka kush i blet. Se Ore, di çfarë se nuk e ka shqiptar atë lek. me bosët e drogës unë valla nuk normalisht bën sens. Di çfarë kuptoj, unë nuk kuptoj një gjë me të çunat e Londrës, se drejtohem sinqerisht tash. Shiko. Nëse sidomos një çun Londrë e gjonte. Di çfarë është problemi valla? Ju keni lekë plak. Me kupton? Ju keni lekë, po blini apartamente nga 2 e nga 3. Keni marrë riskun, nuk jam unë ai që do ju vë epitetet të gjykoj. Por pse i vini kështu valla këto çmimet e kodit nga 300-400, e kupton? Se ti bosh do e mbash atë. Pse nuk e jep me çmim tregu, për shembull na 200.000 lekë, na 100.000 lekë, 200.000 lekë, 250.000 lekë, domethënë pse i vë nga 400-500 të plak? Se ti bosh do e mbash. Më mirë merr pak se sa mos marrësh fare valla. Ti nuk do kesh asnjë lloj argjimi plak. E kupton? Ti rrezikun, atë punën që e ke bërë gjatë. Pse nuk i fut në Po ta funksion, them marrësh pak teksa të jenë. Nuk prishet shtëpia valla. Ta them unë përgjigjen shumë shkurtër. Nuk ju intereson atyre fare o 300.000 lekë, 200.000 lekë që do marrën. As nuk ju intereson fare fitimet atyre. Ore të bëhen si Escobari valla, të bëjnë Nuk, një propozull, të japin me çmim të lirë të paktën valla. Për aq kohë sa janë bosh, jepi me çmim të lirë valla. Jo, këtu jam dakord me ty, unë duhet të jenë njerëzit më zemër gjerë në Shqipëri, ata që kanë duhet të japin, po fatkeqësisht me lek nuk është se është ngopur na njeri. Deri më sot, kështu që. Është di, Noku, unë Edhe këta nuk do ngopin. do heq thjesht kokën nga kamera tani që të pi cigare që mos të ndali me ajo, e kupton? Po këtu jam. Vazhdojmë bisedën. Se di këtë, nuk më vjen pak gjuna, domethënë që nuk e shohin çik më shumë këtë pjesën, domethënë që si edhe perceptohen se Po kjo që po thua ti, ata që ta shikojnë këtë pjesën në këndvështrimin tënd duhet që të jenë pak me perspektivë biznesmeni. Po më se un po them kështu. Faktikisht në Shqipëri Vazhdo. duhet jesh rritur me shpirtin e biznesit, që të duash të bësh lek këtu, të bësh lek aty. Një person që i ka bërë ato lekët ashtu shpejt. Po mirë, ja, në qoftë se na dëgjojnë njerë dhe shpërndajnë, ky do hidhet në datë 21 do ngarkohet kjo. Tani, ideja është që në qoftë se dikush i ka, i zotëron, qoftë edhe një apartament o zotëri që e ke bosh për shembull, fare, leje me pak lekë plak. Sepse të keni sa do mira euro, domethënë. Ore fundja fare të sop mohabet edhe bravo i qoftë vëlla. E kupton? E pa që ai shtet shkërdhat si u dha asnjë gjë. Më mirë bëni legjendliqe në vend tjetër se sa të merreni me ata plera që nuk ju ofrojnë asnjë lloj perspektive. Unë me këtë mendim jam radikal nga kjo pjesa. Por mos u bëni më keq se ata që shan. Mos u bëni më keq se ata nga të cilët juve ikët edhe morët rrugën dhe i hyt atyre rreziqeve, domethënë. Ata ju hoqën juve nga Shqipëria dhe silleni sot kësaj dite njësoj si ata. Nuk është ajo zgjidhja. Më mirë lë me pak lek, i bën derë një njeriu, se sa i lë bosh edhe i çon çmimet në stratosferë. Se mendoni vetëm kaq, të thënë që në një far pike, valla, vazhdo. Jo, kam frikë se këtu domethënë do ishte shumë mirë kjo që thua ti, por kam frikë se shqiptarët nuk e kanë atë aftësi për të bërë kaq autokritik. Se në qoftë se do ta kishin, do fillonin të bënin ndryshime që sa do ishin këtu në tërë shqiptare, më kupton? Unë mendoj se e kanë plako, thjesht nuk ka një shembull të mirë për këtë punë, domethënë. Thjesht nuk ka dikush që nuk ka një njerëz që ta ketë bërë i pari e ta ndjekin të tjerët në mbrapa, domethënë. Është vetëm ajo që mungon. Sepse persona për shembull që nuk janë bossa, domethënë, po thjesht kanë, nëse do ishte një person që do ishte shumë i fuqishëm dhe do bënte këtë gjë, normalisht çdo njeri e ka një idhull, e ka një dikë që ndjek shembull në mënyrë aktive apo pasive është tjetër gjë. Po çdo njeri e ka dikë domethënë që aspiron të paktën të bëhet i njëjti ose pse jo dhe më i mirë. Po të kishte një shembull domethënë që edhe ka, edhe bën, edhe i ka të gjitha të mirat e dynjas domethënë, po diku edhe jep aq më shumë vetë do ta bënin domethënë. Po
deri tani çdo njeri e ka atë pjesën që sa më shumë të mundshëm edhe nuk ka kuptim. Shiko që këta janë biznesmen të këqinj plak. E kupton se këto thonë unë dua aq lek sa e kupton atje ku s'mban me nga ky apartamenti. Edhe nuk mendoj fare që ore po dale valla. E kupton se në qoftë se unë nxjerr 20.000 pound në muaj, edhe po të marr 200.000 lekë të tjera, çfarë problemi ka? Në qoftë se edhe në qoftë se si do, në qoftë e lë bosh, në qoftë se si do. Mos ja merr fare pastaj valla. Bëj një nder një tjetër valla, nuk kushton gjë që e mirë. Po unë s'jam pra, nuk po them një asnjë njeriu të japi shtëpia pa lekë. Asnjëherë në botë, është gabimi numër 1, nuk i jepet shtëpia robit pa lekë. Jepet me çmim tregu valla, mos ja fusni me nder muhabetit karit me grusha tash, e kupton? Se po i nxini rob nga shtëpia, e kupton? Po ja blini shtëpitë, po i nxini qeraxhin gjuna apo. Po, doli një lajm domethënë para dia pas që vetëm vitin e fundit janë arritur me 40% çmimet e gjitha apartamenteve në Tiranë, edhe me qera dhe me tjera. Është Shiko, që apartamentet në Tiranë do rriten është e sigurt, po jo me atë lloj përqindje. Duhet të rriten maksimumi 2 fish, 2.5 fish. Domethënë Berlin, unë kam marrë në Berlin vllai në fund të 2014-s, 2015. Në një shtëpi që unë kam tash, që për momentin domethënë është oferta që unë kam kërkuar 7 muaj për ta gjetur këtë shtëpinë që jam tani, që sot montoja bufen, që tash 10 do montoja bufen. Po, jo. Kam kërkuar 7 muaj vllai, edhe unë paguaj 450 euro në muaj për 37 metër katror, tu për shembull, plus energji e internet e budalliqe të tjera, që vetë diku te 500 e ca, e kupton? Tani, Po. në qoftë në të jetë shtëpi në 2014-ën kushtonte 180 euro, 200 euro. E kupton? Tu ka arritur 2.5 deri te 3 fish, domethënë. Edhe njëjti sens me Tiranën edhe me çdo qendër kryesore të një shteti. Edhe kjo gjëja do Tu është problemi. Ne kemi problemin të çmimet vlla. Se ne aq na u rritën dhe çmimet, edhe rrogat u rritën fare, edhe jo, problemi aty unë mendoj se është diku tjetër, nuk mendoj fare se ja këto, domethënë se këto çmimet nëse nuk ka transparencë, domethënë e dim këtë ne që është monopol, domethënë do duhet shumë punë për këtë. Unë mendoj se problemi më i madh që ndron, domethënë se në Shqipëri plako, ndryshe nga çdo vend tjetër, domethënë, po edhe në disa vende të tjera të Ballkanit njësoj si Shqipëri, vetëm një vend është valla. E kupton? Këta oligarkët që kanë një lloj mënyrë, kështu një lloj manevsie që vetëm të investojnë në Tiranë plak, nuk investohet me asnjë vend tjetër valla. E kupton? Ne kemi pasur debate për shembull, kam bërë një podcast për të që ka qytete në Shqipëri për shembull ku mund të bëhen investime kolosale në fushën e turizmit, në fushën e shkollës për shembull. Në Beratin e kemi si gjë, Berati ka vdekur valla. Sa veta unë kur veten në Berat tash 2 shok më kanë ngelur nga 30 veta që njihja unë që dilni me takoheshim me ç'kemi valla çaben e tjerë, gjithë kanë ikur plak. Në Shqipëri, një shqiptar që s'është nga Berati, po të vejë në Berat do vejë vetëm për të vajtur në Berat, se nuk ka ç'a bën asnjë gjë tjetër përveç se të vejë në Berat, e kupton? Kur me ato lloj kulture që kemi ne, domethënë me ato lloj terreni, gjitha mund të ishte dje për shkolla profesionale, për shkolla profesionale të gatimit, profesionale të turizmit, të kishte ku dëgjon, shkolla të larta për ç'a janë histori e gjeografi. Se do të bësh shkollë, është fakulteti i histori gjeografisë është në Tiranë. Kupton sa absurde është në vend të ishte në Shkodër, Gjirokastër, Berat është në Tiranë. Budallallik me brir, domethënë që Tirana ka më pak histori nga të gjitha këto. Vetëm nga gjithë Tirana është ka qenë kryeqyteti i Shqipërisë nga koha e Zokut, kaq. Ktu fillon dhe mbaron historia e Tiranës. Jo. Jemi në paradoks, e kupton? Jemi në paradoks ku asnjë njeri nuk do të investojë në qytetet e tjera, domethënë, dhe unë nuk e kuptoj plak këtë pjesë. Shiko, ta thej është shumë e thjeshtë pse vjen të gjithë në Tiranë atje. Se shqiptarët vlla kanë këtë manin që e kam parë një film vizatimor, edhe më kanë ngelur në mendje se është fiks kështu për shkrimi i Shqipërisë. Ishte një grua e cila e urrente burrin e saj se nuk ishte i pasur. Dhe ky siç merret me diçka kështu edhe ka lidhje me një shtet tjetër, nuk e di në Kin se ku ishte kjo, dhe ky fiton një pallat, e kupton? Dhe me pallat tamam mbretëror. Edhe merr gruan këtu dhe ikën atje. Vete gruaja e këtij nga skamja, nga mjerimi, vete atje tek
pallatin mbretëror, ri një ditë, 2 ditë, ditën e tretë fillon e uren prap burin. Kësaj radhe ureni thot, po mirë, po i mburem dot unë komshies tani me këtë pallatin që kam po fund të botës. Unë për çfarë? Unë dua t'i mburem komshies ta. Unë s'dua të jetoj mirë për vete. Kështu e kanë dhe shqiptarët vlla. Shqiptarët vjen atje në Tiranë, e blen një burger 7.000 ca lek kaq, pse edhe vishen pispillosen e bën, e pinë edhe koktelin 6.000 lek, 7.000 lek, pse vetëm se duan t'i bëjnë pordha atyre që kanë aty ball për ball dhe duan të bëjnë flex live. Në një vend sa më të mbyllur, sa më skut, punoja unë tek stadiumi i Tiranës tani Errol Benia që është bërë, janë një ca lokale atje vlla që unë nuk e kuptoj pse mbushen plot, se atje nuk ka as pamje, as gjë, përballë ishte Sheratoni, që tani nuk është me Sheraton, po që tani po prishet fare, po shkatrohet, dhe poshtë është vetëm kështu beton me ca gure, dhe unë nuk e kuptoj për çfarë mbushet plot atje vlla. Nuk e kuptoj. Atje vishen, lyen, gjyen, pispillosen vi njerëzit, pse vetëm që t'i bëjnë por njëri tjetër edhe të rinë kështu byth më byth, edhe të shikojnë me ata të tavolinës përballë, edhe të xhelozojnë edhe të bëjnë. Është një kulturë toksike në Tiranë vlla, është kopjojnë ata jashtë. I kopjojnë, marrin Amerikën dhe e kopjojnë Amerikën kështu, duan ta bëjnë fotokopje, po s'është mentaliteti i njëjtë. Nuk është çalojmë shumë te kjo pjesa. Kjo është ajo shqiptare. Kemi konsumimin ne kemi rënë fare domethënë. Unë nuk e di pse ka ardhur deri në atë pikë domethënë. Por unë nuk kam asnjë lloj kundërshtie me to që hapin biznes domethënë lokalet të tilla, përderisa ka treg për atyre ju lum bytha domethënë dhe bravo ju qoftë që e din me çfarë populli kanë të bëjnë domethënë dhe e din që ato gjëra do hecin edhe e din që ta do jetojnë vetëm për këto lloj pune domethënë etj, e kupton? Po se di domethënë, shiko, biznesmeni këtu nuk i ka faj askushit plako. Biznesmeni nuk ka asnjë lloj fajt, fajin e ka hiç vete vllai. E kupton? Shiko, deri diku e vërteta është kjo, se unë jam nga ata të parët që i tall shqiptarët se vjen e paguajnë 60 euro shezllonje në plazh. Unë i tall nga mëngjesi deri në darkë, po. Kur kjo bëhet trend, kur të gjitha plazhet aty fillojnë ta vënë çmimin aq të shezllonjit, kur të tëra restorantet e Tiranës se këto fast foodet i kanë, po çmimet pothuajse tëra një lloj, mësojnë edhe ata të shtëpive që shesin ato, japin me qera kolibe qeni nga 250 nga 300.000 lek, fillon bëhet si norm, më kupton? Kështu që duhet të prishet ky rendi nga dikush, në mos të prishet nga qytetarët, me pak ndihmë nga shteti duhet bërë, më kupton se që të lejoj konkurrencë më të ndershme për këta biznesmenët. Se kur ti ke 1-2 biznesmenë që kanë tëra bizneset, tani s'duan do përplasen në një vend ata qytetarët, e kupton? Kështu që duhet më shumë konkurrencë e ndershme, duhet edhe shqiptari të ketë respekt për veten, se shqiptari si konsumator ka zero respekt për veten. E lejon që ta trajtojnë si pler kamarier, biznese, gjëra kështu, me shërbime skandaloze, edhe e pranojnë prap. Këto review të këtyre vendeve në Tiranë vlla duken vetëm nga review të turistave. Të vjen turisti ty atje të bën një review me 2-3 fjali, ta nxjerr biznesin të fëlliqur fare. Kur i ketë të gjithë shqiptarët, rinin që thonë, o atje vete se atje është për qef. Shiko review-n e turistit i thot ai, kamarieri po rinte kot, edhe pse s'kishte asnjë klient, kamarieri vinte më rrotullonte tabaka, më ja vendete, nuk më vinte më shërbente. Ishin shumë të ftohtë, as nuk buzëqeshnin, as nuk bënin. Tani unë s'po them ti ta vesh ta bash me muhabete, po një buzëqeshje thoj përshëndetje si jeni. Se ti para te po i merr ato lekët. Vllai, po këtu në Shqipëri nga që këta vet pronarët janë mega bossa si urruhet për klientin, e klienti s'ka çfarë bëj, ndonjëherë do vej do përplaset. Po që kjo është vllai fatkeqësia dhe qesharakllaku i Tiranës. Është shiko, do na thosh ndonjë gjë pozitive tash për mbyllje, mos ta mbyllim kështu me këtë, se kjo ishte shumë e goditur, po ishte shumë okay, sa të them una gjë pozitive tani. Do shpresojmë që ku ta di, do ketë parti të reja në Shqipëri që janë të mira, që do marrin mandate, edhe do bëjnë rezistencë kundër shtetit, I guess. Ose unë do ikin nga Shqipëria edhe s'do dua t'ja di me fare për të vend të fëlliqur. Do bëj edhe një pyetje dhe pastaj do mbyllim.
Ti vetë si Ener, e mendon ndonjëherë që mund të krijoje diçka vetë? Ku në Shqipëri? Po. Do kisha dëshirë. Do kisha dëshirë. Kështu që mund të përballemi dikur me faktin Henry Ismaili për kryeminist. Është një ëndër për të cilën unë nuk e mendoj dot, sepse unë nëse dua të punoj për diçka, domethënë filloj punoj avash edhe nuk mendoj aq larg, se nëse mendon aq larg humbet andej pastaj. Më mirë fokusohemi këtu poshtë një herë, të shikojmë se çfarë mund të bëjmë këtu dhe pastaj avash me ngritje, me nuk i dihet. Nuk e dihet asnjë. Domethënë çfarë mund të bëjmë. Po që avash domethënë duhet të punojmë këtu ku jemi një herë me. Unë personalisht do e kisha shumë dëshirë për shembull që në qoftë se vërtet do dilte një si tip lloj partie që do ishte komplet e re, domethënë me fytyra që s'e ke dëgjuar asnjëherë, që nuk ja përfshir asnjëherë me asnjë lloj gjëje për shembull. Edhe të dilnin fuqishëm, unë do isha për shembull suportues jashtëzakonisht shumë i fortë edhe do mundohesha domethënë me aq pak si ta them, me aq pak fuqi apo me aq pak mjet e sa kam unë në dorën time, domethënë që ti vija nga mbrapa këtyre, domethënë edhe të mundohesh të ndryshoje gjithçka. Mendoj se do ishte diçka e bukur, po problemi është që kush? Ky është problemi. Të kuptoj, jo, unë për vete si individ domethënë ma kanë thënë dhe më përpara këtë që mund të futesha domethënë në një nga këto partitë politike, të angazhohesha atje, po unë si tip në përgjithësi jam tip që nuk para bëj shumë kompromise për sa i përket për shembull idealeve ose bindjeve. Edhe e di që nëse do futesha, do organizohesha në një nga këto forume trinore, do duhej që të bëja një luftë të pisët për të arritur diku më lart, pastaj njollosja do ishte, pra, me pak fjalë kjo që po them unë është teorike hipotetike, po që unë të vete në një nga këto partitë, supozoj që mund ta kishte deri diku strukturën gati, unë duhet ta besoja me të vërtetë atë si strukturë, si organizat dhe si kryetar. Nuk besoj dot asnjë deri më tani, edhe prandaj nuk jam futur kësaj pjese domethënë. Po, mund të futesh si kështu kandidat i pavarur, pastaj tek pull, vetëm ashtu po. Ashtu futem, unë tek pull. Nëse si e gatshëm të bësh kompromise, është përgjigjja shumë e thjeshtë, ti nuk je i prirë për të qenë politikan. Politikani nuk ka skrupull, kështu që nuk e bën dot politikanin nëse s'bën dot kompromise plako. Vetëm ajo që mund të jesh mbret, diktator, për shembull, ose në kështu, në një Jezus. Politikani kompromis. Hiqe vish rroba qysh të jenë ngjyrat, e kupton? Jo, të kuptoj, e kam fjalën domethënë nuk bëj dot kompromise që janë për mua domethënë që janë pjesë shtyllës time morale, më kupton? Dhe këtu normale që ajo është gjëja e parë që do përpiqen do të bëjnë ata, sepse këto parti që janë, është e pamundur që ti të nisësh nga strukturat bazë, të ngrihesh në mënyrë të ndershme dhe të arrish të rivalizosh domethënë liderin atje me garë të ndershme, se këto folëm deri që parë, më kupton. Kështu që unë që të punoj për një njeri, ashtu si duhet, unë duhet ta besoj me të vërtetë atë. Po se besova, unë nuk punoj dot, kështu që prandaj riktej më mirë. Po që të kesh kompromise domethënë politike, patjetër që po. Për shembull, ke një politikan si Albin Kurti ti, bëri kompromise me ata që ishte në lidhje me LDK-n. Ishte një diçka që nuk ju pëlqeu atij, e la lidhjen, ai u ra shteti. Ra shteti. Kështu që politikanët janë ata që mbajnë qëndrime dhe që sakrifikojnë domethënë çdo gjë që kanë, çdo fuqi për idealet e tyre. Dhe unë këtë mendoj që në Shqipëri duhet të vinë politikanë që mbajnë qëndrime dhe ju qëndrojnë atyre. Se çfarë bëhet pastaj me shtetin, jo këtej, po shqiptarët, domethënë sepse ka shumë persona të artikuluar, të edukuar, Shqipëria pafund që ka bërë shkollën në Amerikë, të çoni dirama kështu, ta bën shkollën vet. Shqipërisë duhen njerëz me tope. Nuk i duhen njerëz domethënë që bëjnë gjëra këtu si ku ta diun si Saliani që ishte me Luzin Bashën, iku Luzin Basha direkt në Sali. I duhen njerëz që të mbajnë
po nuk mbajte dot qëndrime si politikan, nuk je për Shqipëri domethënë. Do vazhdoj do jetë kjo gjendje. Super, pra. Super, okay, pra ti falenderojmë gjithë që na ndoqën live për giftet, si nga ana jote, si nga ana ime, për like e gjitha të tjera. Normalisht kjo do ngarkohet, siç e tham. I falenderoj dhe më shumë edhe Oldin që më ka dërguar ca gifte tani në fund. Kënaqësi që folëm për nisëm me Sali Berishën e përfunduam me debate të tjera normale se nuk mundet të diskutosh vetëm prandaj janë të rëndësishme që ne të kemi debate të tilla, domethënë sepse nuk jemi te Blendi Fevziu, apo e kupton, thjesht do të diskutojmë për atë që vjen. Gjithsesi, plako se më kanë vënë re kështu, edhe pse unë shkruaj gjithmonë në description, domethënë pyesi rob prap, domethënë që kush është ky, unë se nuk kuptoj si ka rob që nuk njohin akoma. Kështu që thoj çik robe, domethënë ç'a bën edhe ku të gjejnë. Henry Ismailaj, unë jam në YouTube me emrin Henry Ismailaj, në TikTok me emrin Ismailaj dhe në Instagram, që nuk është se postoj në një gjë, po që me emrin Ismailaj bëj video në YouTube, satir, komedi, të gjitha temave të ndryshme, i tregoj historira për fëmirin, për shkollën, për shkollat, për universitetet, domethënë për aventurat, për të gjitha, edhe për aktualitetet politike, për çdo gjë që unë shikoj të arsyeshme që vlen për të diskutuar. Këtë bëj me pak fjalë. Super, pra dëgjuan gjithashin, YouTube, TikTok, Henry Ismailaj, normalisht në TikTok jemi tash edhe ta që dëgjojnë tani e shohin direkt, po pra ata që dëgjojnë më vonë. Ja, dhe këtë do ta hedhim në YouTube. YouTuberi i vetëm dhe më i mirë shqiptar që unë ndjek. Normalisht edhe ne e duam një çika të vëmendjen tonë, po ngelin ai çika Henry, na jepni ne Buçi Podcast në çdo lloj social media, YouTube, Patreon, drejtë shejtan, domethënë. Ju pëlqen, shpërndajeni. Si pëlqen, ju hëngër të mortja, çfarë të themi tash ne. Bashk, natën e mirë, vllai, gjithsesi dëgjojmë herë tjetër, gjithmonë super kënaqësi. Dëgjojmë herën tjetër. Mirupafshim, kënaqësi me vërtet. Mirupafshim, ciao, kalofsh mirë.